Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues, faleminderit që jeni përpara ekranit të News 24 për të ndjekur emisionin e radhës Njerëz në Fokus. Sot ky emision nis me vonesë për shkak të zhvillimeve politike dhe jo vetëm. Në qendër të emisionit të sotëm janë sheshi Skënderbej dhe bulevardi i Tiranës. Kryebashkiaku i Tiranës, zoti Erion Veliaj, ka vendosur t'i zbulojë për publikun ato përmes emisionit Njerëz në Fokus. Dhe do ta nisim fillimisht me sheshin Skënderbej, po përpara se të dëgjojmë shpjegimin që kryebashkiaku bën në çdo cep të sheshit Skënderbej, dua fillimisht të njihemi me atë që është perceptimi i publikut. Çfarë presin ata të ndodhë në sheshin Skënderbej? Si e presin të jetë ai sheshi Skënderbej? Përurohet në 10 qershor, sikundër kryebashkiaku Veliaj e ka bërë më herët me dije. Kështu që e ndjekim perceptimin e tyre dhe rikthehemi sërish së bashku. Në mars të vitit 2016, Bashkia e Tiranës nisi zbatimin e projektit të sheshit Skënderbej, i cili parashikon kthimin e tij në një zonë për këmbësorët. Elementet kryesor të këtij projekti janë gjelbërimi i guret natyral, uji që do të përdoret për shatërvanët dhe vaditjen për pjesët e gjelbëruara dhe ndriçimi i godinave e sheshit. Guret natyral do të jenë në formën e pllakave të gurit, me trashësi 10 deri 12 cm, që do të merren nga të gjitha trojet e Shqipërisë, duke nisur nga Tropoja dhe Kuksi, Bilishti, Librazhdi, Gëlqerorët e Tiranës, Korçës, Gjirokastrës, Sarandës, Beratit e të tjerë. Sa i përket gjelbërimit, projekti do të sjellë në qendrën e Tiranës varietete drurësh dhe bimësh nga gjithë Shqipëria. Sipërfaqet e gjelbërta do të mbillen me 900 pemë të larta dekorative, 520 drurë frutor, 954 shkure të larta dekorative, 4400 shkure të ulta dhe 35.000 rënj lulesh. Një risi tjetër e këtij projekti është këndvështrimi ekologjik i tij, duke shfrytëzuar ujin e shiut në sistemin e vaditjeve dhe shatërvanëve. Gjithashtu ndriçimi i godinave publike që rrethojnë këtë shesh do të bëhet me sistem panelesh diellore dhe me ndriçues të lehtë. Projekti për rijetëzimin e sheshit Skënderbej krijon hapësira ndërveprimi midis qytetarëve dhe mjedisit publik, si dhe parasheh një seri me hapësira multifunksionale që i ofrojnë bashkisë dhe individëve mundësinë për ta gjallëruar e formësuar në mënyrë të vazhdueshme sheshin. Hapja e sheshit Skënderbej për qytetarët do të bëhet në datën 10 qershor. Presim që të bëhet sa më mirë, sa më bukur, sa më i rregulluar, që dalim dhe ne të kalojmë rahat e mirë. Presim që të rregullohet, të ketë trafiku të mos jetë më i rënduar, të presë dhe shpresoj që dhe në lagjen time, sepse aty është shumë i rënduar dhe ka shumë makina, të lirohet. Mendoj është vendimi i mirë, pasi nuk kemi vende për të argëtuar. E rëndësishme është në fillim që trafiku të lirohet, mos të ketë më trafik, sepse vonesa për në shkollë, për në punë janë maksimale. Ndoshta shpresoj edhe mund të sjellë diçka, ke parasysh sepse për shkak janë bërë rregullime të ndryshme dhe ndoshta, më thënë, dhe unaza e madhe që do krijojë diçka më të lehtësuar për trafikun dhe për njerëzit biles. Ju keni qenë pjesë e konsultimeve publike që janë kryer për shkak? Jo. Nuk keni patur informacion apo nuk keni shkuar vetë me dëshirë? Sepse s'kam pas ndonjë interes kështu çfarë. Thjesht person që të bëhet diçka më ndryshe. Ka hapësira më shumë për këmbësor. Është një gjë e mirë. Keni qenë pjesë e konsultimeve publike që janë kryer për projektin? Deri diku po. Çfarë keni sugjeruar? Nuk më dhënë rasti që sugjeroj, po të më thonë bëhet një gjë e mirë. Po presim të hapin atë sheshin, të hapin e rrugën këteja, të shkojmë që është berë. Çfarë prisni prej këtyre projekte? Po për më mirë, për popullin. Televizin lirshëm, të shikojnë, bet. Keni qenë pjesë e konsultimeve për sheshin Skënderbej? Po s'kam ndodhur këtu, s'kam qenë këtu. Kam qenë larguar. Sigurisht që do ketë përmirësim, sepse ajo i dha një frymëmarrje Tiranës, kryeqyteti i Shqipërisë, nuk ishte një qendër, nuk ishte një hapësirë, aty bëhet poshtë parking, njerëzit do të kënaqen me shatërvanit, do të krijojnë sipër, gjelbërim është bërë, pemë janë mbjell, aty ishte bërë një katodrom ku vinin vërdall, njerëzit s'dinin nga të kalonin përpara nëpërmjet makinave, kështu që është ligje shkëlqyer. Keni qenë pjesë e konsultimeve të bëra për sheshin? Unë kam marrë pjesë në një takim kështu kur ka bërë vetë kryetari i bashkisë. Keni bërë propozimet tuaja? Ja, e dëgjova mendimet që dhanë specialistët dhe ishte dakord.
Ky ishte perceptimi i publikut dhe në gazetares së këtij emisioni Ola Mitre, e cila në nisje të këtij inserti na kishte bërë dhe një përshkrim të atij që do të jetë sheshi Skënderbej, sheshi Am, sikundër do ta cilësonte vetë kryeministri i vendit zoti Rama. Po ja si e shpjegon çdo cep të sheshit Skënderbej kryebashkiaku Veliaj. Ndjekim së bashku rrugtimin që kemi zhvilluar me të. Na kanë thënë se kryetari i bashkisë, zoti Erion Veliaj, vjen shumë herët në zyrë. Sot është e njëjtë, data është 18 maj, ora është 6:30 e mëngjesit. Ne po presim kryetarin e bashkisë së Tiranës për t'i kërkuar të na tregojë sheshin Skënderbej përpara se ai të prurohet më datë 10 qershor sikundër ai ka deklaruar. Më pas do t'i kërkojmë të na tregojë edhe bulevardin e Tiranës, ndaj qëndroni me ne. Mëngjes, po ne të prisnim andej, ti pas ke hyrë më herë. Duhet shkoja të mbyllja protokollin. Janë ca gjëra që duhen firmos që ditat na shkojë përpara me tjerë, teksa ne dy rrim këtu. Okej, unë doja të thoja të lutem mos hyr në zyrë sot mëngjes pa na treguar më parë sheshin Skënderbej. E di, po ti pas ke hyrë nga mbrapa. Mbrëmë ishte natë gjatë, për arsye që ka qenë natë gjatë. Edhe duhet që Shëndet. Dhe duhet që të qesh me njerëzit që mëngjes. Dhe duhet që të firmosim protokollin që punat vazhdoj teksa ne bëjmë xhiron shë. Para se të mikrofonohemi edhe të veshim atë jelekun e posaçëm për tyr brenda se kanë tjerë ndërtimi ende. Një koment për marrëveshjen e arritur, sepse ne takohemi të dy bashkë një ditë pas arritjes së marrëveshjes. Unë them që ka arsye për të qenë optimist kur ata që kanë vendimarrjen në dorë i japin dum disa ngërçeve që kishin kohë që bllokonin qytetin. Kur them bllokonin qytetin, nuk flas vetëm për çatën bulevard që bllokon trafikun, flas bllokon qytetin, bllokon ata që duan të investojnë, bllokon ata që duan të vazhdojnë një jetë normale, të shkojnë në koncert, të vijnë dashuri, të shkojnë për vizita ke njëri tjetrit, martohen, të fejohen dhe duhet vazhdoj jeta normale. Po zgjedhjet do shtyhet. Këto ta shohim kur të zbartet marrëveshja. Okej, nisemi për të sheshi? Okej. Hymë atëherë në sheshin Skënderbej. Fillimisht duhet vendosim 1 lek, atë në mënyrë. Gjithë njerëzit që punojnë në fadroma, në mjetet rënda, të shohin kush po lëviz, perfekt. Faleminderit. Trinçike madhe, po. S'ka problem, më pëlqejnë mbajat. Mëngjes, u di. Mirë. Si jeni, mirë? Mirë se erdhi ke shesh Skënderbej. Mirë se i gjeta sheshin Skënderbej, të ndryshuar, me datë 10 qershor përurohet, përfundon totalisht, apo jo? Ka lidhje kjo me zgjedhjet? Nuk ka lidhje me zgjedhjet, kjo është diçka që ne kemi deklaruar që vjet, që një vit mbas këndit Lodrave, që ishte në 1 qershor vjet, pra rreth 1 vit, ne do ishim gati me sheshin Skënderbej. Kështu që jemi thuajse gati, kemi edhe pak javë punë. Është punuar ditë e natë? Është punuar realisht ditë e natë me 3 turne. Kjo është arsyeja pse kemi kompaktuar kohën. E siç e ke vënë re, ne në fakt brenda 1 viti, pra që s'ka lidhje fare me zgjedhjet, kemi mbaruar edhe shumë projekte të tjera. Kemi mbaruar pazarin e ri, do jemi gati me 500 metrat e para të bulevardit të ri. Kemi mbaruar një pjesë madhe të investimeve në lagjen komunitet. Unë e kuptoj që nëse ne nuk do kishim punuar, ja do ta shpjegoj pse. 120 shatërvane do të jenë në këtë formë. Do ketë disa shatërvane të tjerë që themi ngrenë ujin lart. Arsyeja pse janë në këtë formë është që i gjithë uji riciklohet, pra uji shkon në fund dhe në fund fare shkon në tanker i cili e pompon pra plak.
Arsye e kësaj është se po të shikosh. U i shiut ndihmon në këtë proces? Patjetër, ne ruajmë çdo pikë uji që bie në shesh. Është një sipërfaqe 28.000 m2, pra është le themi një govat e madhe nëse mund të përdor atë term, dhe i gjithë uji futet në tankere dhe riciklohet. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Nëse qëndrojmë këtu, mund të shohim një kontrast kur guri është i thatë, dhe këta janë gurë që përfaqësojnë 20 e ca treva të Shqipërisë, dhe të shikojmë se si e merr ngjyrën gurin gjatë kohës që është tërkoni lagur. Jo vetëm kaq, por duke qenë se sheshi, pjesa qendrore, nuk mund të mbillet me pemë se do të ketë aktivitete ndaje, do të ketë koncerte, do të ketë panajire, edhe në shesh patjetër, dhe kur ke një koncert madh me pemë në mes, sigurisht që nuk është le të themi sheshi i mbledhjeve të mëdha. Kjo ka një efekt freskues, siç e shikon në të gjithë sheshin, sheshi i lagur, pastaj fëmijët në ver luajnë, e ul ndjeshëm me disa gradë temperaturën në shesh, kështu që është një zgjidhje fantastike ku gjithë uji thjesht riciklohet tek vetvetja dhe në ditët e verës që po afrojnë, sheshi mban një lloj lagështire edhe një temperaturë më të ulët. Pastaj jam i sigurt që kalamaj do gjejnë mënyra të tjera për të losur mbi ujë, për të lagë, për këto pllaka, këto gurë në formë pllaka që përfaqësojnë trevat e Shqipërisë, si kundërjuve përmendët, krijojnë vap. E keni testuar këtë? Kam dëgjuar ca komente që pse sheshi Skënderbej duhet bëhet me pllaka, ato krijojnë vap. Tani krijojnë rritje të temperaturës, domethënë, se po e them kështu në zhargonin e përditshëm. Unë bëj një lloj pune ku të gjithë japin mend për gjithçka. Po. Edhe të gjithë janë eksperta për gjithçka. Hipset vrava, zbritset vrava është shpreha tipike për raste të tilla. Këtu kanë punuar disa nga arkitektët, gjeologët, supervizorët, inxhinierët më të mirë që ka sot në Europë. Edhe për pemët kemi marrë disa nga botanistët më të mirë holandezë edhe belgë. Kështu që në këtë sens, unë besoj që këto duhet ja lëmë ekspertëve. Rasa e gurit, pllaka, mermeri, sigurisht që emetojnë. Gjetja që ne kemi bërë me rrethimin e sheshit do të shkojmë disa kopshte sot me pemë për ata që duan hije, me një hapësirë të madhe për ata që duan të mësojnë biçikletën, që janë me karroca me fëmijë, që janë me patina, që janë me skateboard, që janë me skuter. Do të ketë hapësirë të posaçme për ta? Tu ka hapësirë. Sheshin vetvete është një hapësirë e madhe demokratike për të gjithë. Do të ketë mini hapësira specifike për çdo kënd brenda të njëjtës hapësirë? Pra ka hapësira të mëdha me hije, siç ka dhe hapësira të mëdha. Nëse ne do e bënim edhe sheshin me pemë, atëherë sigurisht do të kishte një hapësirë për të bërë një koncert dhe për të parë dhe për të pasur një fushë pamje me njerëz të tjerë apo për të bërë le të themi festat e fundvitit siç i bëjmë ne me panairin. Kështu që në këtë sens për çdo njeri ka një hapësirë. Nëse dikush do t'i bjerë nga hija, ne kemi mbjellë rreth 2000 pemë, siç e shikon kanë ardhur 35.000 lule që janë duke mbjellë, janë mbledh 5.000 shkure dekorative dhe për gjithë pjesën tjetër. Edhe fiqt nuk i kishit lënë mangut, i kishit mbjellë dhe fiqt. Spari, unë nuk kam copyright drejt autori për fiqt. Fiqt kanë ekzistuar dhe para se të ishte lali. Kështu që në këtë sens kanë qenë është një seksion me fruta tipike të Baçeve të Tiranës. Me fiq, pra nuk është një zgjedhje me kask kjo fiqme. Me limona, me që përfitet shumë. Po sa herë them unë limona portokall s'ka mendje njeri. Kur them fikun, pastaj aty zgjohen gjithë, mendojnë që ka teori konspiracioni, nuk ka teori konspiracioni, është pjesë e frutave që mbillen Baçe tipike Tiranës. Okej, ndërkohë po ecim në hapësirën e sheshit Skënderbej, një hapësirë prej? Kjo është një hapësirë prej 28.000 metra shkatror, shumë e ngjashme me, le të themi në metaforë me hapësirën shqiptare, 28.000 kilometra katror. Gurët përfaqësojnë treva nga më të ndryshmet. Ne në një nga trevat e sheshit do të kemi dhe një ekspozitor të gurëve. Ne kemi gurë sigurisht nga zonat malore të Veriut, nga Koloksiani i Kuksit, te Oliviniti i Tropojës, është një gur jeshil shumë i bukur. Gurët janë vendosur si një mozaik, deri te gurët e Filatit nga Çamëria apo te Oniksi i Manastirit nga zona që sot është në Maqedoni, po nga le të themi krajina Manastirit. Pra kemi marrë nga të gjitha treve, nga Kosova kemi shumë gur nga Malisheva. Pse kjo zgjedhje? Sepse sheshi Skënderbej është një shesh unik, është një shesh unik i të gjithë shqiptarëve. Dhe unë besoj që metafora e të sjellit gur nga çdo cep i trevave shqiptare është një mënyrë përfaqësimi në shesh, edhe i dikujt që nuk e kalon për ditë sheshin në Skënderbej. Dhe unë besoj që është një mënyrë për të thënë që ky nuk është vetëm sheshi i Tiranës, ky është sheshi i gjithë shqiptarëve. Dhe sheshi Skënderbej tipikisht ka qenë sheshi i gjithë shqiptarëve, po sot edhe i përfaqësuar në mënyrë simbolike me gur, me pemë, me dru frutor, dhe unë besoj që kur të bëjmë ekspozitorin, nga secila krahin, një gjirokastrit, apo një lezhjan, apo një kuksian, apo një tropojan, apo një kosovar, apo një çam, apo një shqiptar i Maqedonisë sot,
do gjej veten diku dhe më duket një fabull shumë e bukur. Teksa ne afrohemi në qendër të sheshit, besoj e vëre që ka një tatpjet shumë të lehtë. Është një tatpjet 2%, pra një pjerësi 2%. Se është zgjedhur, po e vija re që kur hym në fakt. Për disa arsye. Në momentin që ne hym, po shikonim shkallat e Pallatit të Kulturës, po i shikonim nga lart. Pse? Sepse është një arkitekturë autoritare, një investim i Bashkimit Sovjetik në atë kohë, po të shikosh gjithashtu dhe arkitektura fashiste, duke filluar nga ndërtesat e kompleksit qeveritar, Banka e Shqipërisë, apo qoftë edhe të tjera, po që prapë ndërtesa, le të themi, të stilit të viteve të komunizmit, si muzeu kombëtar, janë struktura në arkitekturë quhen autoritare, sepse ideja është që njeriu të ndihet i vogël dhe shteti të ndihet i madh. Pra ti gjithmonë i sheh shkallët përpjet. Teksa shkon në qendër, afër aty ku ka qenë busti i diktatorit, në fakt është njeriu i thjeshtë në maj, edhe jo shteti. Dhe sa më shumë afron drejt qendrës, i shikon ky është qëllimi. Pra ti zhvendosesh në perspektivë. Ti ngrihesh thuajse nga cepi ku ishim aty. Deri këtu ne ngrihemi thuajse 2 metra. Do thotë që tani kur të vim këtu në qendër, do t'i shohësh të gjitha këto ndërtesat mbi shkallë. Pra do shohësh direkt sytë e ndërtesës, do shohësh direkt derën e bankës, do shohësh direkt derën e Pallatit të Kulturës dhe ndjesia në perspektivë e rritur është fascinuese. Po këtu pse është bosh? Çfarë është kjo? Këtu kemi ende disa pllaka për të vënë, do ketë një logo të bashkisë. Pra le të themi ka disa pjesë bronzit të cilat do vjen, por janë element fundit dekorativ. Kam dëgjuar për 1 kilometrin zero. Ky është kilometri zero. Ky është kilometri zero. Pra nëse ne jemi këtu në qendër të sheshit, ke një perspektivë totalisht ndryshe të ndërtesës. Pra është hera e parë që ti e shef ndërtesën direkt në sy. Dhe nuk je ke fundi shkallëve. Pra po t'ishim në atje në fund, do shikoje deri tek le të themi pala e parë e shkallëve, ndërkohë që sot asnjë nuk besoj e ka pasur këtë perspektivë. Pra po të shikosh ti ndihesh, shikon le të themi majën e makinave dhe nuk i shikon në mënyrë paralele. Kështu që kjo është simbolika. Sa më shumë shkon në qendër, është njeriu i rëndësishëm, edhe jo shteti apo autoriteti. Mirë, vazhdojmë. Cilat janë risitë e tjera të sheshit Skënderbej, zoti Veliaj? Ne kemi bërë disa ndryshime në projektin fillestar. Ne i dimë, po duam që ti dëgjoj nga ju. Oliviniti Tropojës, është një nga gurët më të bukur. Jeshil? Po, e shkon kur është i lagur, është jeshil. Në momentin që guri thahet, është le të themi merr këtë ngjyrën tipike të bardhë. Si gri ose së gri. Dhe kjo është ideja e lënies së sheshit në mënyrë permanente me ujë që rrjedh. Gjatë gjithë kohës do të rrjedhë ujë? Po çikosh nuk është se rrëshket. Pra ka mjaftueshëm lagështi që dalin ngjyra gurve, po jo që të ketë probleme të tjera, pasi gurët gjithë kanë, le të themi, një lloj trajtimi mat. Edhe këto që mund të duken pamje të parë sikur rrëshkasin, nuk rrëshkasin. Kështu që dhe modifikimet që ne kemi bërë, po të shikosh, kemi mbjellë gjithë pjesën mbrapa Skënderbeut, e cila pjesa poshtë do të trajtohet si lulishtja e vjetër, ka shumë nostalgji për atë lulishte. Unë kam fotografinë aty, jam sigur që ti ke fotografinë aty. Po fëmijët sot s'kan fotografinë tipike të Skënderbeut. Edhe unë besoj që ka shumë familje që ruajnë traditën e fotos ke Skënderbeut. Me mamin, me babin. Dhe ajo që duan të bëjmë është që ta rikthejmë atë lulishte, kështu që ajo do të jetë menjëherë ke faza pasi të hapet sheshi qendror. Po siç e shikon, dhe pemët që kemi mbjellë të rritura. Ndonjëherë rreziku me projekte të tilla është nëse mbjell filiza kërthi, duhen 25-30 vjet që të shohësh rezultatin e tyre. Dhe ajo që kemi preferuar, po të shkosh këtu është ndërtuar një pyll i tërë, janë gjitha pemë të reja, përveç se 2 pishave të mëdhaja. Përfshirë këtë pishën këtu, është një pish 48 vjeçare. Kjo këtu? Po, që është transplantuar me gjithë dhe për të futur në parking poshtë. Nga i kemi marrë këto? Jo, i kemi marrë nga disa fidanishte këtu, në Lushnjë, në Lezhë, në Fier, në Tiranë, disa tjera, sepse kemi marrë aq shumë pemë sa që as kishte fidanishte që të kishte gjithë gamën e pemëve, apo të rritura në këtë fazë, kurse për disa pemë, si kjo pema 48 vjeçare, i kemi marrë nga Italia, sepse ka qenë procesi i transplantimit dhe inxhinieria. Ajo ka ardhur me 2 trajlera në traget, është një pemë jashtëzakonisht e madhe, kështu që kemi ezaruar pothuajse të gjithë fidanishtet këtu, edhe me pak ndihmë nga jashtë.
kjo është pjesa e gjelbërimit të sheshit? Këtu do të ketë disa mobilje, dhe kjo është vetëm një nga pjesa më e madhe e gjelbërimit është gjithë pjesa mes bankës muzeut dhe gjithë lulishtet mbas muzeut dhe lulishtet e tjera që do ndërtohen midis Pallatit Kulturës dhe Bashkisë, aty do të jetë ajo që quhet Book Garden, kopshti i librave, me që është pranë bibliotekës. A do të vendoset ajo? Edhe aty do të ndalohet qarkullimi. E gjitha do të kthehet në një baçë të madhe për lexuesit, ose kryesisht për lexuesit, po kështu edhe pjesa midis Pallatit, Pallatit Kulturës, Operas, edhe Hotel Tiranës. Po, të tregoj me detaj. Po këtu ç'a do vendoseshin, mobilje thatë apo gjëra gabim? Ne mobilje i quajmë, le themi këto stolat e bukur me forma mobilje urbane. Në të gjithë vendet do të ketë stola. Një pjesë e madhe e gurve që janë ricikluar, pra që le themi që janë thyer ose që s'është janë përdorur, janë kompaktuar, ne do t'i shohim kur të shkojmë në anën tjetër, nga pas të mbarojmë xhiron tek Hotel Tirana, janë kompaktuar për të krijuar stola interesant, banka ku mund të qëndrohen edhe të ulesh, ndërkohë që ne jemi duke dizenjuar dhe karriget veçanta dhe mobiljet veçanta nga ato që rrinë për lulishte, vetëm për, kur flas mobileri urbane, jo mobilje nga ato që kemi në shtëpi. Kështu që një nga kopshtet do të jetë këtu, siç e shikon kolegët kanë filluar të mbjellin lulet. Këtu janë dhe fisht apo jo? Jo. Jam i sigurt që do t'i dallosh kur të shkojmë. Kështu që këto do të rriten apo do të qëndrojnë të vogla si lule? Ky do të jetë kopshti tipik, pra këtu do të rritet, do të ketë sipërfaqe toke, pjesa rrethore do të shërbehet si stol, po këto janë lule, kryesisht lule dekorative, pra nuk janë lule që shkojnë edhe që mbysin pemën. Kjo është një tjetër hapësirë e gjelbër që do shfrytëzohet edhe për të ulur. Midis bankës dhe teatrit kukullave, ne duam që sheshi gjithashtu dhe të animohet me aktivitet, e cila do të thotë, teatri kukullave fillon dhe del jashtë bën disa aktivitete. Opera fillon dhe del jashtë bën disa aktivitete. Muzeu Kombëtar fillon dhe del jashtë, pra secili për institucioneve rreth rrotull. Mund ta shfrytëzoj hapësirën e sheshit Skënderbej. Hapësirën që ka përballë për aktivitetet e veta. Dhe nëse ne animojmë diku me fëmijë, diku me një aktivitet të bankës, diku me një aktivitet të Muzeut Kombëtar, me një konferencë, diku me një opera në qiell të hapur, unë besoj që i japim edhe jetë. Kur këto institucione ta shfrytëzojnë hapësirën e sheshit Skënderbej, do t'i duhet të paguajnë diçka tek Bashkia e Tiranës? Si është funksionimi, është vendosur të jetë kjo marrëdhënie? Për ato që janë funksione publike, ne sigurisht që nuk kemi një tarif, ama kur të ketë, le themi, panajire ose organizime, po siç aplikohet në të gjithë qytetin. Tani imagjinoni nëse gjithashtu ky shesh rikthehet në një vend ku gjithë shesim tokë, të gjithë, unë i kuptoj ata njerëz që thonë, apo gjunafe. Dakor, po unë nuk di një vend që t'jetë modernizuar nga koncepti i gjunafit. Pra përsa kohë që një qytet ka pazar, si që pazari i ri, ka tregje lagjesh për të qitur, ne nuk mund të vazhdojmë të njëjtën betejë që kishte mbreti Zog 100 vjet përpara po në Tiranë, ku njerëzit shisin baktin në tokë, ushqimin në tokë, sallatën në tokë, domethënë në 100 vjet ne duhet të rritemi të paktën 1 metër, nga toka te tezga. Kështu që në këtë sens, edhe këtu do të kemi një organizim modern, ku t'jetë puna për panajiret. Tarifat si varjojnë? Tarifat? Janë tarifat që ka caktuar Këshillit Bashkiak. Dhe këto tarifa, këto para që përftohen, shërbejnë për të mirëmbajtur pastaj sheshin Skënderbej, si do ta mirëmbajmë sheshin? Sheshi do të ketë një grup mirëmbajtje nga Bashkia, e cila do të merret me aktivitet patjetër. Ky është një shesh, ndoshta hyn ke projekti më i komplikuar në Shqipëri. Momentalisht ne jemi mbi parkingu, ke pjesa tjetër ishin mbi dhomën teknike dhe vaskat e ujit. Siç e shikon do të ketë pafund mirëmbajtje vetëm për bimësinë, pafund mirëmbajtje për çdo dëmtim që mund të ndodhi. Ka kaq shumë infrastrukturë, ka kaq shumë fije, ka kaq shumë hidraulik, ka kaq shumë teknologji tek ky shesh, me ndriçimin e me gjithë gjërat e tjera, kështu që sigurisht që na duhet një ekip mirëmbajtës që mos të degenerojnë. Në Shqipëri ndodh shpesh që po nuk u mirëmbajten gjërat, sado të bukura të jenë, degenerojnë pas pak. Por pavarësisht kësaj, ka nga ata qytetarë të cilët vazhdojnë ta kritikojnë zotin Veliaj për situatën e trafikut, sidomos në këtë zonë. Sheshi Skënderbej tashmë është i gjithi pedonal, pra aty nuk qarkullojnë patjetër makina, shërben unaza e vogël brenda Tiranës për këtë.
Njerëzit në përgjithësi nuk e kanë patur iden se që ndodhte brenda sheshit Skënderbej. Ai ju e dini ka qenë i rrethuar, tani po e shohin për herë të parë se në çfarë është shndërruar sheshi Skënderbej. Ndaj unë do doja që të dëgjonim edhe zërin e tyre, zërin e qytetarëve. Kanë folur përdoruesit e makinave më së shumti për kolegen Ola Mitre. E ndjekim dhe rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Vetëm për punë. Mosha jonë dhe në këmë për të majtë të trupë, rregull. A ka ndonjë ditë që dilni pa makinë? Ka, shtunave, dileve, mazditeve. Mendoni se unaza e vogël ka përmirësuar trafikun në Tiranë? Po. Po sheshi Skënderbej kthyer në pedonale, ka rënduar ndo pak trafikun? Po s'ka ndonjë punë ka shumë madhe në shesh që ka objekte shesh, ka mbështim 2-3 institucioneve qendrore. Për lloj aktivitete më çfarë dalë? A ka ndonjë ditë që dilni pa makinë? Po ka, sa dush. Kur, për shembull? Çdo ditë, kur ka pas nevojë, me dalë edhe në kam. Po për të pirë një kafe, merrni makinën me vete? Jo. Mendoni se unaza e vogël e ka përmirësuar trafikun në Tiranë? Trafik ka shumë, atë nuk e di çfarë them. Se trafik ka shumë për të pas. Vetëm për aktivitete familjare. As për punë, as për. Ka ditë që dilni pa makinë nga shtëpia? Ka shumë ditë. Rastet e ditë për zakonshme, kafe kur janë larg. Kur janë kafe brenda qytetit, s'ka problem. Mendoni se unaza e vogël e ka përmirësuar trafikun në kryeqytet? Po, ka përmirësuar shumë. Kur të hapet sheshi atëherë të duket më mirë. Deri tash mirë duket. Për punë. Ka raste kur dilni nga shtëpia pa makinë? Ka. Kryesisht fundjavave. Varet se kush kafja. Nëse është larg do marrësh makinën. Nëse si je i shoqëruar me të tjerë, do marrësh makinën. Për në punë se e kam jashtë Tiranës. Sa herë kam mundësi dal pa makinë. Dua thjesht të eci. Mendoni se hapja e unazës vogël e ka përmirësuar trafikun në kryeqytet? Në Tiranë të gjithë shoferët ecin keq dhe sado rrugë të hapet do ngelet po prap keq trafiku. Zoti Velia i është përgjigjur edhe këtyre zotrimve dhe këtë e ka bërë teksa rrugtonin për tek parkimin nën toksor i sheshit Skënderbej. Një vazhdojmë tek parkingu poshtë. Parkingu i famshëm, aq shumë i debatuar. Kemi pyetur edhe qytetarët se nëse i zgjidh punë ky parkimi nën toksor këtu. Megjithatë duket zoti Velia se qytetarët janë të pakënaqur me mënyrën e lëvizshmërisë, të paktën përdoruesit e automjeteve që ne kemi pyetur. Thonë që kjo i pengon, pra ndërtimi në këtë mënyrë i sheshit Skënderbej pengon ata të bëjnë një lëvizje normale. Mund t'i pengoj ata, po do ndihmoj fëmijët e tyre të jetojnë më gjatë. Dhe unë e kuptoj që dikush e ka frustrimin t'i bjerë sheshit mes për mes. Megjithatë, nëse mendon që fëmia jeton më gjatë në një qytet që ka hapësira pedonale, kjo është e provuar me shkencë, nuk është shpikje e Tiranës. Këtë po e bën Parisi, këtë po e bën Londra. Kështu që nëse thonë e duam Shqipërinë si jashtë shtetit, kjo është si jashtë shtetit. Por nëse duan thonë në djallë fëmijët, le të vdesin pak më herët, po unë të kaloj me makinë shesh, që nuk besoj ka prind normal që e thotë këtë. Kështu që unë e mirë kuptoj këtë si një shprehje emocionale e njerëzve që kanë frustrimin e momentit, por nuk mendojnë gjërat afatgjatë. Nuk më rezulton që me sheshin rrumpall që kishim, që ishte dedikuar makinave dhe jo njerëzve, ne kishim minimizim të trafikut. Përkundrazi të gjithë binin nga sheshi. E kuptoj, po dhe tani duket sikur nuk është se kemi fort të zgjidhur çështjen e trafikut. Unaza e re nuk thonë qytetarët nuk është se zgjidhi mirë. Pyetja është kjo. Qyteti e kuptoj. Shkoni sot në Londër dhe New York dhe shkosh sa trafik ka. Pra kjo është pjesë që shoqëron çdo qytet që ka me 1 milion banor. Po dëgjoj sa komente, zoti Velia e ka, le të themi, urrëtie në thonjza për ata që përdorin makinën. Jo, s'kam urrëtie për makinën. Unë sigurisht investojmë që ta dekurajoj makinën. Dhe çdo kryetar bashkie i mirë sot në botë është duke bërë të njëjtën gjë. Kështu që pronarët e makinave në Tiranë janë vetëm 17% e popullsisë. Pyetja është po 83% tjerët janë gjithashtu aksioner apo kush ka makinë është mbret dhe të tjerët nuk duhet të kenë asnjë. Dakor, po sot makina nuk është luks. S'po them këtë. Të duhet lëvizësh patjetër me makinë, si t'ja bësh? Atëherë do pranosh që në një qytet ku edhe 170.000 tjerë do lëvizin me makinë dhe ti je pjesë e këtyre tjerëve. Pra, kush ta jep ty drejtën, ti thuash 169.999 tjerëve, ikni nga rruga se do kaloj vetëm unë. Pra, siç e ke marrë këto vendime kanë marrë të tjerët. Dhe kush e ka këtë autoritet i thot dikuve, ikni se do kaloj ky nevriku tani që vërtet edhe ankohet, kurse ju tjerët rini në shtëpi. Edhe ata kanë gjithashtu drejtën. Pra, ke pranuar të përdorësh një mjet që po e përdorën 170.000 tjerë dhe këtë qytet që
na kanë trashëguar brezat, do ta përdorësh dhe ti me radhë, teksa hapet semafori dhe të vjen radhë aty. Ose ta bësh si unë, dalësh çik më herët mëngjes dhe s'ka trafik. Ju vini me makinë apo në këmbë? Se nuk ju pash, u futët nga mbrapa bashkisë. Sot me makinë. Sa shpesh e përdorni ju personalisht makinën? Ajo që bëj është që në mëngjes vi me makinë, pastaj gjatë ditës lëviz me biçikletë kur janë gjërat, le të themi brenda Unazës ose brenda Tiranës urbane. Kur janë gjërat në Shëngjergje apo në Ndroq, nuk e bëjmë me biçikletë. Pra me biçikletë bëjmë vetëm të pjesët qendrore ose në këmbë. Për shembull, shumë aktivitete që kemi ke Bazari i Ri ose në qendër Tiranës, mund t'i bësh fare kollaj në këmbë. Ideja e këtij parkingu në Toksor është që dikush parkon makinën pasi vjen nga rruga Durrësit ose rruga Kavajës, pra hyn në Tiranë, dhe nëse realisht duhet jetë me makinë qendër, lë makinën këtu, del nga parkingu, ecën, mbaron punët e veta në të gjitha institucionet qendrore, merr makinën dhe del prap nga Tirana. Kjo është zona A, kështu që çmimi sa do jetë këtu? I parkimit. Është i përballueshëm për gjithë? Kam përshtypjen që duhet qenë se s'është parkim në rrugë, por është parkim në le të themi zonë parkimi të mbyllur, janë ato discountet me orë, por politika që ndjek Agjencia e Parkimit. Po janë gjitha para që në fakt shkojnë për këtë qytet, për të mirëmbajtur këtë shesh, për të nxjerrë këtë investim. Pra këto gjitha janë bërë me një kosto. Kështu që kjo është një mënyrë se si rikuperon kostin. Po, kjo çështja e tarifave se ka kritika. Shiko, për çdo gjë ka kritika, po ju referohem Jo, është e papërballueshme për të gjithë në këtë kuptim. E kuptoj. Po përgjigjja ime është kjo. Revista më prestigjioze sot në botë, The Economist, kishte dedikuar para 2 javësh të gjithë revistën speciale çështjes së trafikut dhe hapësirës në qytet. Dhe i vetmi konkluzion nuk ishte shto korsi, nuk ishte shto rrugë, po vendosi çmim parkingut për të dekurajuar ata njerëz që realisht nuk kanë nevojë ta përdorin makinën. Pra ju e keni bërë me qëllim, keni rritur çmimet që mos përdorin njerëzit makinën. Ajo që ne kemi bërë është që kemi parë që kur këta njerëz këtë çmim ja jepin dikujt që ju zinte atë hapësirë me ark, tani po ja japin 1.000 lekë. Po ja japin qytetit 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ola, ky është një takim për politikat e parkimit, edhe pse jam shumë i gatshëm të bëjmë një bisedë për politikat e parkimit. Me që jemi të parkimit, Por ajo që po të citoj është që revista më prestigjioze në botë ka arritur në këtë konkluzion pas 100 vitesh kërkim se si menaxhojnë qytetet, është i vësh parkingut çmim. Me që ju referoj parkimit stadiumit Dinamo, shkoj të ftoj të shohësh, nëse dikush ka një Benz 5 viteve të fundit, nëse ka një BMW 5 viteve të fundit, nëse ka një Audi 5 viteve të fundit. Pra një makinë që e ka bler 20-30.000 euro dhe nuk paguan një parkim për qytetin, siç e paguan në fakt në Greqi, siç e paguan në Austri, siç e paguan ku shkon Malzi, siç e paguan në Prishtinë, siç e paguan në Tetov, siç e paguan në Shkup. Pra nuk ka çmime jashtë logjikës së rajonit. Shkoni se janë çmimet në rajon, pra do të kesh makinë si italian, e paguan naftën si italian, paguan siguracionet si italian. Pse merrni për shembull gjithmonë ata që kanë makina të shtrenjta? Pse s'merrni ata që kanë makina si puna ime një Smart modest kam për shembull? Po një Smart modest, ju shkoni nga shtëpia juaj ose nga puna ime. Ku e keni pa pagesë, sepse jeni në zonë rezidenciale. Po s'kam ende kartën. Dhe paguani tek parkimi juaj i punës. Nëse s'ke kartën, duhet patjetër të paraqitesh tek Agjencia e Parkimeve për të marrë kartën. Po jam i sigurt që nuk tarifohesh për sa kohë që s'ke kartën. Jo, nuk tarifohem, po edhe nuk ka ende një kontroll aty, ëh. Okej. Po më the s'ke kartën, a thua se po të tarifojnë? Jo. Për sa kohë që s'ke kartën, jam e kënaqur dhe të tarifojmë, mjafton të marr kartën, se aty bëhet nami te lagja jon me njerëz që vijnë nga anës dhe parkojnë aty ku si takon. Kështu që duhet një kontroll. Tani siç bëhet nami ke lagja jote, bëhet nami në të gjithë Tiranën. Pra njerëzit vijnë nga anës, e linin plëndës makinën ke Sheri Skënderbej, mbaronin punët e tyre 16 orë dhe pastaj mendonin që kishin parku falas. Pra kur i pyes njerëzit që thonë parkimi ishte falas, them jo, ishte falas për 4.000 vetat e para që zinin, për 166.000 tjerët që vinin vërdall të kërkonin parkim, parkimi si ishte falas. Kështu që kjo është një mënyrë që e ka bërë më ekonomike dhe sigurisht për sa kohë që gjithë ardhurët e parkimit shkojnë për të mbjellë pemë të reja, pra po i kthejnë me një herë qytetin, e kemi mbjellë vetëm të vit 50.000 pemë. 50.000 pemë, s'jam pak. Më shumë se që janë mbjellë 5 vitet e fundit. Kështu që në këtë sens, për sa kohë që njerëzit e shohin që çdo qindark po shkon për këtë pagesë dhe po ndërtohet kjo lloj infrastrukture, unë besoj që mrekullitë që njerëzit kanë parë jashtë mund të realizohen në Shqipëri, por jashtë njerëzit pagujnë taksat, pagujnë tarifat. Se me këto mbahet, makina që pret para është mit, nuk ekziston, as në bashki as në qeveri. Jemi futur në parkimin nën Toksor të sheshit Skënderbej. Në fakt, kjo është rruga e kalimtarëve, këmbësorëve, po ku nga futemi për... Makinat futen këtu, sa po kanë ardhur pajisjet e parkimit. Po. Pra, makinat futen këtu. Këtu është vendi ku marrin biletën, siç e marrin në aeroport. Dhe ku paguajnë pastaj ata. Ka më të larta.
se sa qyteti, por në aeroport nuk qatë njëri. Për parkimin. Po kjo është e batut. Me dhe realitet, njëkohësisht. Jo, po ta kam fjallën që të gjitha institucionet që menaxhojnë fluks njerëzish duhet vendosin një politikë. Në të kundërt bëhet një rëmuj. Dhe përsa kohë, siç e thash, revista prestigjioze, bashki tjera, qindra, 10 vjetë eksperiencë kanë arritur në këto konkluzion, është kohë me shpik rrotën dhe me i dhënë solucione shqiptare diçka që bota e ka zgjidhur me kohë. Pra, sapo janë vendosur, le të themi, pajisjet për parkimin, për biletaria dhe tjerat. Ky është një parking që ka 358 vende. 358 vende. Siç e shikon, ky është, le të themi, barku i sheshit Skënderbej. Pra, kur ne ishim në maj, kemi qenë tek ai ekstrem atje. Siç e shikon, ka 2 kate parkim, pra nëse mbushet pjesa këtu poshtë me rampën dhe përdor dhe pjesën lart, por në ditë me shi, Tirana s'ka shumë ditë me shi, por në ato ditë që ka, në fundjavën mund të organizojmë dhe aktivitete. Pra ky është i vend ideal që mund të organizosh edhe panajire, mund të organizosh koncerte, mund të vendosësh bandën në katë të dytë. Po mendoja tani kur po the për shiun, në ditë me shi tash bëbo do përmbytet. Jo, ajo që po thosha është që mund të bëjmë aktivitetet cilat ndoshta mund të programuar lart, po për efekt shiu dhe ti i zbret poshtë. Çfarë sigurie ka ky parkim në Toksor? Po, siç e shikoni, janë vendosur kamerat, kështu që është ndoshta vendi më i sigurt për të lënë makinën, se çdo gjë regjistrohet. Janë vendosur të gjithë pajisjet e zjarrfiksës. Siç shikon, gjithë tubat të kuq kanë një, nëse bie zjarr, ka një ndezje automatike kundra zjarrit. Dhe sigurisht që ka në të gjitha hyrjet ka sistem kamerash. Pra do të thotë që jo vetëm në hyrjen fizike të makinave, po dhe në hyrjet e njerëzve. Siç shikoni, ka një dalje do ta ketë tek Pallati i Kulturës, një dalje tjetër ke cepi tjetër i Pallatit të Kulturës, dhe një dalje ka këtu ke Banka e Shqipërisë me shkallë. Pra, i gjithë parkingu ka disa dalje në varësi të zonës në cep, në zonës në shesh ku do të mbarosh punë. Të këmbësorëve. Të këmbësorëve. Gjithmonë, ndërsa për makinat është vetëm kjo hyrja dhe dalja. Okej. Edhe për efekt të sigurisë të tani këto kamerat, pamjet ruhen apo vetëm regjistrohet hyrja dhe dalja e këmbësorëve dhe automjeteve? Pamjet ruhen, ne kemi një dhomë serverash, ne kemi sallë teknike. Nuk e di çfarë ndodh me tjerët, po di që në Bashkinë e Tiranës kemi kështu problemesh. Kemi kapacitete serverësh dhe memorish. Mendonin kur ndodh kjo dhe te materniteti Koço Gliozheni, nuk e di se ç'ndodh në institucionet tjera. Personalisht më kanë grabitur celularin kur kam lindur në atë maternitet, bëra denoncim dhe pamjet nuk ruheshin. Nuk e di si mund të funksiononte kështu, po që ja që ndodh. Jam i sigurt që këtu nuk do të humbasi gjë, nëse humbet do ta gjejmë. Po dalim ka parkimi nën Toksor, edhe këtu ka gjelbërim, edhe këtu keni vendosur gjelbërim. Ku do të ketë gjelbërim, do të ketë lule, po ky është një tranzicion. Ky është një tranzicion midis, le të themi, pjesës parkingu dhe pjesës sheshit, edhe duke futur bimësin që në katin e poshtëm, jepi mesazh pozitiv të çat pret lart. Tani do të vazhdojmë këtej rrotull, është besoj do të jetë pjesa më e frekuentuar për familjar, për fëmijët. Është pjesa e disa kopshteve dhe gjelbërimit që ne kemi në... Pjesa më e pyllëzuar, le të themi, e sheshit Skënderbej, apo jo? Edhe qëndron të hapësira e shtuar për sheshin. Këtu do t'jetë një hapësirë për biçikletat, pra në qoftë se dikush... Ku, këtu? Po, do t'jetë një si stre, ku kush do të dojtë përdori biçikletën, kush do të dojtë lëvizi në për institucione duke përdorur biçikletën, do të ketë mundësi ta marrë këtu, ta kthej dhe pastaj të marrë makinën e vetë. Parkimi i biçikletave është kjo zona. Ky është parkimi i biçikletash për ata që sjellin biçikletën e tyre ose për dikë që duhet marrë një nga biçikletat e bashkisë. Edhe të lëvizin. Dhe të lëvizin. Pra, vjen nga një rreth tjetër, lë makinën, merr një biçikletë, mbaron gjithë punët që duhet bëjnë në Tiranë, kthehet dorëzon biçikletën, shkon tek parkingu poshtë. Tek parkingu poshtë. Sa qiraja një biçiklete? Se kam iden për momentin, po ai sa qira biçikletave. Ka sun se kam iden për Ecopolis në Tiranë, nga përshtypur është 100 lekë dita. Okej. Që shkon kryesisht për mirëmbajtjen, por besoj që shumë shpejt ne do fusim një projekt të biçikletave që paguhen me kartë, edhe që s'do ketë nevojë fare të shkëmbejnë kesh, ashtu siç po bëjmë parkimin me SMS, sa më pak kesh të qarkullojnë nëpër inspektore, nëpër duar njerëzit, tani më transparente është. Kështu që jemi në një projekt shumë të shpejt ku do të kemi rreth 1000 biçikleta në Tiranë, të cilat do përdoren vetëm
me kartë edhe është një mënyrë më mirë se si ne atë fond pastaj. Pra ti paguan tarifën njërë në muaj dhe këtë kartën e ke të vlefshme për një muaj ose vjetore? Me prekje magnetike për përdorim një ditor, kështu që do të kemi disa opsione. Tek parkingu poshtë, ne jemi duke instaluar një hapësirë për karikimin e makinave elektrike. Besoj që duhet i paraprim të ardhmes në të gjitha qytetet moderne sot. Po inkurajohet përdorimi i makinave elektrike dhe besoj që edhe këtu dhe tek bulevardi i ri do rezervojmë vend për makinat elektrike në parkingje, madje fillimisht do ta inkurajojmë parkimin falas për ata që kanë një makinë elektrike, si një mënyrë për të inkurajuar një mënyrë të re të transportit në Tiranë. Jemi duke eksploruar dhe një linjë elektrike të autobusëve dhe shpresoj shumë që brenda këtij mandati dhe ato do ta kemi në operacion. Është e ardhmja, kështu që është më mirë që ne të fillojmë ta kapim të ardhmen që tani, se sa të përsërisim të gjithë çka ka kaluar vendet e tjera. Prandaj edhe në shumë prej këtyre politikave kemi parë çfarë po bëjnë të gjithë vendet që ne i admirojmë dhe po mundohemi që ti përkthejmë ato në territorin shqiptar. Do kalojmë këtu në mes. Keni dieni sa njerëz mund të ketë Tirana teksa përdorim një makinë elektrike, keni dieni? Sot janë vetëm 50-70. 50-70? Janë pak. Mirëmëngjes, punë mbar. Si kalon? Shëndet. Jaku, jemi rikthyer sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Ju e dini News 24 është televizioni lajmit fundit, kështu që zhvillimet politike të ditës kanë përfunduar në këto orar të vonë të mbrëmjes dhe ju gjithmonë i ndiqni live në News 24. Po le të rikthehemi edhe një herë sheshit Skënderbej. Kryebashkiaku Erion Velia zgjodhi emisionin Njerëz në Fokus për të zbuluar gjithçka lidhet me sheshin e shndërruar Skënderbej, ai që do të identifikoj shqiptarët. Ndjekim së bashku pjesën tjetër të bashkëbisedimit me zotin Veliaj pikërisht në sheshin Skënderbej. Si shikon ka filluar mbjellja e luleve. Ndërkohë kjo do të jetë kështu me zhavor? Jo, do të jetë me shtres tjetër që zhavor pak më imet. Shumica e kopshteve të tilla kudo në Europë kanë le themi një zhavor të imet, që edhe fëmijët kur rrëzohen nuk vriten sa çdo vritesh në beton, po sigurisht që ka dhe një hapësirë në mes për të lëvizur me karrocë, që është le themi pjesë më e sheshtë. Sapo ka filluar mbjellja e luleve, dhe shikoni që është ndarë në disa kategori. Pra ka lule shumë ngjyrshe që pritet të çelin. Shiu na ka ndihmuar me këtë. Shiu është bela për ata të kanalizimeve, është bekim për ata të ujësjellësit, është bela për ata që derdhin që bëjnë asfalt, po është bekim për ata që mbjedhin lule. Kështu që edhe brenda bashkisë, kushtet atmosferike gëzojnë ca dhe mërzisin ca të tjerë. Po është ndarë në kade, pra kemi një bimësit ullët, që është le themi pjesa shumë ngjyrshe dhe pjesa që le themi t'jep efektin edhe impresionin e një gjallëri dhe një optimizmi. Kemi pjesën e shkureve dekorative, që gjithashtu një pjesë e madhe për tyre kanë lule ose disa janë sheg apo fruta të tjerë, dhe kemi le themi pemë më të larta, të cilat janë kryesisht për hije dhe krijojnë le themi një tunel mes për mes të kësa kalojnë. Pra i gjithi ky është kthyer, do të ketë në të gjitha hapësirat mes pemëve, do të ketë disa stola, do të ketë lëra të vogla për fëmijë. Jo vetëm këtu, po në të gjitha hapësirat që janë bosh do të fillojnë të vendosen shumë shpejt stolat dhe besoj që për të gjithë gjyshit me nipa me mbesa do jetë një nga hapësirat më fantastike i qytetit. Është fat për një qytet ta ketë një pyll të tillë mu në zemër të qytetit, ndërkohë që zakonisht i gjen në periferi. Dhe kjo është një mënyrë që pak metra nga shtëpia jote të gjesh një hapësirë kaq të gjelbruar. Është fat për atë moshën e tretë që e ka shpinë këtu. Po kanë filluar çdoqt e parë. E dëgjoj. Që të rikthehen në shesh, edhe të ndërtojnë polezat e tyre. Dhe të dëgjosh zhurmëzojsh në zemër të qytetit, ku përpara kishe vetëm zhurmë edhe bloz makinash. Unë them që nafat gjatë, edhe ata pak kritik, do bien dakord që është më mirë të kemi zogj, fëmijët dhe njerëzit në qendër të një qyteti, sesa hekurishtë dhe makinat si monument për qendrën e qytetit. Kjo është një tjetër dalje për këmbësorët, ndërkohë nga parkimi nëntokësor. Po, kjo do nxjerr fiks tek Muzeu Historik Kombëtar. Pra, për dikë që ka një aktivitet ke muzeu, apo që do të vizitoj muzeun, apo që ka lënë një takim, apo që do shëtisi, apo çfarë do punë tjetër, mund të përdori edhe këtë dalje. Pra, kjo është dalja dytësore që direkt të përcjellet tek shkallët e muzeut. Siç e shikon, kemi vënë dorë edhe tek muzeu. Nuk e di e mban mend, po ndoshta duhet kujtuar që ky vend ishte stacioni i tmerrshëm i gjithë ato buzëve të linjave
ato autobusat si dum-dum që rreshtoheshin këtu dhe shiku jemi sot, është dita me natën. Kemi ndërhyrë ke shkallët e muzeut, si shikon janë vendosur shkallë të cilat mund të aksesohen nga gjitha anët, janë gjitha pllakat e reja, kishte degraduar komplet pjesa rreth muzeut, kështu që kemi marrë përsipër edhe le themi perimetrin e muzeut për ta pastruar. Jo, do vazhdojmë këtej. Pllaka, jo, doja të shohja pak pllakat. Është ruajtur identiteti apo janë Patjetër është ruajtur identiteti. Në pjesën le themi ku niveli është ulur, ne kemi sjell pllaka të reja, ato që kanë qenë ekzistuese kanë qenë komplet të degraduara dhe kemi bërë një kontrast, pllakë zezë, pllakë bardhë, ndërkohë që ke pllaka e bardhë vazhdon ke niveli ku ka qenë muzeu, pra nuk është prekur pjesa nga pllaka e bardhë e sipër, ndërkohë që pjesa poshtë ku niveli vjen duke zbritur, është vënë me një pllakë graniti shumë të bukur. Kjo do të jetë një tjetër hapësirë për të luajtur fëmijë, edhe për të vënë disa stola pushimi. Siç e shikon, shumë për këtyre pembe erdhën si boçe, kanë filluar të hapen, edhe besoj që teksa rriten do shtohen. Unë se kam parë si ishin, së është era parë që hyn në sheshin Skënderbej që ka tash shumë të pamje, po. Vinë të mbledhura si një gongxhe e madhe, edhe për efekt transporti, dhe po të shikosh fillojnë hapen. Ja, për shembull, pema pranë Dexholurit atje, ka filluar të hapi, dhe kështu edhe pema tjetër që është e njëjtë, do filloj të shtriqet edhe të zërë vendin e vetë në Me monumentet ndërkohë është punuar se do të punohet gjatë këtyre ditëve zonë Me monumentet ne kemi filluar një proces pastrimi të monumentit të Skënderbeut. Skulptori i shkëlqyer Agim Rada, që drejton qendrën e monumenteve të kulturës, po punon me solucione, pra për të bërë një pastrim edhe të gjithë pluhurit apo të gjithë papastërtive që mbledh metali ndër vite, edhe besoj që do të shkëlqejnë gjithë monumentet deri në datë 10 qershor. Si shikon, këtu kemi hyrë ke pjesa më e freskët e projektit qeshit të Skënderbej. Me ndjet dhe tani, mendova se shkon për 7 orën kjo, po kështu do të jetë gjithkohës? Kështu do të jetë gjithkohës. E freskët. Po të shikosh, kemi mbjell pemë gjigande dhe këtu, pra në këtë sens është bërë ndoshta operacioni më i madh i mbjelljeve në Shqipëri, vetëm në këtë projekt. Ajo që ka ndodhur është më përpara, me dizenjimin e vjetër të rrugëve, trotuari ishte buzë makinës. Pra ti tërë kohën ishe i shoqëruar nga prezenca shumë afër teje e makinave. Po të shikosh me këtë ide, trotuari është zhvendosur një brez brenda. Pra kush do eci në këmbë, e ka më të bukur eksperiencën të eci mes kësaj ullishtes që do kemi tani përpara, se sa të eci ngjitur me makinat. Pra ky është një trotuar, ne po ecim? Ne po ecim një trotuar. Trotuari është vendosur 15 metra, i cili është në brendësi të sheshit Skënderbej dhe është le themi në një fidanishte apo në një femtore, që është një eksperiencë shumë e këndshme se sa të ecësh ngjitur me. Asfalti është i qëllimt? Ky nuk është asfalt. Ne kemi ricikluar të gjithë copat e gurve që janë thyer gjatë përpunimit. Këtu i keni vendosur, që thash pak më parë. Një pjesë madhe kemi vendosur këtu, një pjesë tjetër i kemi vendosur në përshkallare, një pjesë tjetër i kemi kompaktuar dhe kemi prodhuar stola. Pra asnjë material nuk është lënë pa u shfrytzuar. Kjo është një zonë që është mbyllur me ullin. Po kjo çfarë lule është? Ullin. Ullin. Ato do bën kokra ulliri. Po. Inshallah nuk grabiten. Më sigurisht si çdo gjë do ketë eksperimentet e para dhe pastaj nuk besoj që njerëz do marrin aq shumë ullin sa të bëjnë vajin e tyre. Po mund të marrin limonat, mund të marrin portokallët. Do të ndalohen këto apo do të lejohen? Patjetër që do të lejohen. Shpresoj që secili do përdorë një mas kujdesi, pra nëse ne secili fut lulet dhe merr çdo pemë në shtëpi, jeta nuk do ta ketë gjatë. Po unë besoj që sot Tirana është një nga qytetet që ruan më shumë investime, sepse besoj që e bukura impresionon njerëzit, e bukura i bën të jenë më të kujdesshëm, ta trajtojnë si pronën e tyre, edhe nuk kemi pasur shumë problematika me investimet e kaluara, kështu që ndonjëherë ne i paragjykojmë njerëzit më shumë se ç'duhet, ose mendojmë që ata që përtasin më shumë ose bëjnë më shumë zarar janë shumica. Janë vetëm pakica. Edhe ata që ankohen për ndryshimet, kur ndryshimi ndodh, se më përmende atë që thonë njerëzit, kur kujtoj çfarë thonin njerëzit për këndin e lodrave, sigurisht që vë buzën gaz dhe them sot ata që përtisin më shumë janë ata që çojnë më shpesh fëmijët aty. Ndaj dhe them, kjo është një lloj pune që duhet ushtrosh durim, duhet të dëgjosh. Ose ata që sot pikturojnë fasadat e qytetit tonë. Duhet të dëgjosh edhe të durosh
loj çudirash, thëniesh kundër thëniesh, po në fund fare ti qëndrosh i vendosur asaj që ti besojnë që është e drejtë, që qytetet tjera moderne po bëjnë, edhe në fund fare do japi rezultate edhe në tjera. Tu jemi në pjesën e pasme të Muzeut Historik Kombëtar. Po qikosh, kemi hequr gjitha të rrethime, kangjëllat. Pse keni hequr? Spari sepse nuk ka qenë në version origjinal. Pra rrethimet me kangjëlla tipikisht janë gjëra që janë bërë kryesisht kohën e komunizmit dhe tranzicionit për të ruajtur nga njerëzit, për të ruajtur nga vandalizmat, për të ruajtur nga vjedhja, për të ruajtur nga keqbërësit. Ndërkohë që sot jetojmë në një epokë komplet tjetër. Dhe praktikisht ne kemi fituar. Por keqbërësit nuk është se janë zhdukur. E di. Po për shkak që ti e paguan një roje, të rrethosh çdo institucion me kangjëlla është shumë e shëmtuar, shumë e shëmtuar. Kështu që ne po inkurajojmë gjithë institucionet që të heqin kangjëllat. Pse? Sepse dhe aty kemi fituar një park. Pra dhe aty ka gjelbrim, ne aty bëjmë disa aktivitete publike. Pra dhe aty është fituar një hapësirë tjetër parku që njerëzit mund të shijojnë, ndërkohë që ishte një hapësirë e cila shfrytëzohej një herë në 3 muaj nga një aktivitet publik, pa pikë aksesi për qytetarët e tjerë. Kështu që i shtohet një xhep i brendshëm edhe mbrapa muzeut, dhe ndoshta është edhe një ftesë për më shumë njerëz të shkojnë në muze, se sa do të ishte kur ajo është rrethuar me kangjëlla si burgi i historisë tonë. Hapësirë e cila më parë shërbente edhe për parkime. Po, kështu që punojnësit e Bankës Shqipërisë, punojnësit e Muzeut Kombëtar, punojnësit e Operës, punojnësit e Bashkisë, punojnësit e hoteleve këtu pranë, fare mirë parkojnë në parking dhe dalin me shkallë pranë institucionit ku punojnë. Është shumë herë më komode. Por e fiqt nuk po ishta? Është shumë i madh. As kemi arritur akoma, domethënë. Gjitha kjo është ndoshta një nga parqet urbane më të mëdhaja sot në Ballkan. Pra të mendosh që para 8 muajsh këtu s'kishte asgjë dhe për 8 muaj është bërë një projekt i cili u bllokua 10 vjet, do thotë që nëse bashkia lejohet të punojë, edhe nëse nuk bllokohet siç u bllokua në kohët e Edi Ramës ky projekt, ne mund ta kishim këtë 10 vite më përpara. Mendosh 2007-2017. Domethënë 10 vite për të bërë një punë që mbaroi në më pak se 10 muaj. Ndaj dhe them që harxojmë shumë kohë me llafe, me llogje, me shamata, me sherrë, me pengesa, me justifikime, ndërkohë që puna mund të ecë shumë shpejt kur dikush lejohet të punojë dhe të implementojë atë projekt. Zoti Veliaj, pse nuk e keni mbjell edhe pemën e Jaseminit, lulen e Jaseminit, ka njerë fantastike, apo ka kostë lartë? Jo, janë mbjell, ndoshta nuk i pam kur kaluam, po janë mbjell tek pjesa afër bankës së Shqipërisë, Midis Bankës. Janë mbjell mbi 50 lloje të ndryshme. Ja, këtu janë fish. Ja, fish. Po këtu janë limona. Këtu limona. Aty janë portokallët. Shkojmë pak te fish? Po, ky është një seksion që ka kryesisht bimësi të cilat rriten tipikisht në baçet e Shqipërisë mesme kryesisht, po Tiranës në veçanti. Ky është figu i bardh, dhe figu i bardh është ai le të themi që nuk është si pemë e madhe, po vjen si thuajse si një shkurë me disa degëzime. Këto janë limona që janë jashtë sinës, por sa kanë filluar të dalin lulet e limonit. Këtu kam përshtypjen që jemi portokallë. Po, portokallë. Portokallë. Unë që koshi portokallë bebe, sa ka filluar të... Pra është kjo familje, portokallë, lajm, limona... Tani të fiqë, se mund grabiten edhe fiqët edhe të shiten. Nuk dhe ishte krimi më i madh që ka ndodhur të qytet. Po s'po shkojmë deri në fund, po i bijem le themi një diagonale. Pra, e tërë hapësira pas Muzeut Historik Kombëtar është gjelbërim, është e gjitha një baçe e madhe Tiranës. Jemi duke u afruar pranë Hotel Tiranës. Kjo në mes është një hapësirë e cila do të jetë vetëm për autobuza turistik. Pra ne kemi shumë që do të futen nga e cila do të futen nga pjesa e Unazës vogël, pra këtu ke ky semafori, do të ketë një palë pistona, e cila do lejoj vetëm autobuzët turistik. Pra edhe këto pishat që kemi sjellë këtu në mes janë një imitim i bulevardit vjetër, pra me pisha nga të dy anët, ama ky është vetëm një xhep për autobuzat turistik. Ne jemi me fat Tiranës i shtuar turizmin në mënyrë eksponenciale, ne kemi pasur rekord këtë vit, shumica hoteleve janë plot në Tiranë, shumë prej tyre detyrojnë të flenë Durrës apo në qytete tjera prej kapacitetit, dhe na është kërkuar nga të gjitha
agjenci turistike që të ketë një xhep ku të paktën autobuzat turistik, si autobuzi që shikoni, mund të aksesojnë dhe pastaj pasi parkojnë këtu. Po nuk e komplikon pak situatën, qëndrimi i autobusëve qofshin këta edhe turistik në një shesh si ky? Nuk futen në shesh. Pra ky është, domethënë, në cilin do shesh të shkosh në botë ka një vend ku ka një xhep ku ti zbret. Pra nuk mund t'i thuash njerëzve zbrisin në mes të trafikut dhe kaloni rrugën me vrap. Pra ideja që një xhep i civilizuar. Po pse në një vend ku ishte menduar të ishte tërësisht pedonale? Kjo është 1/50 e sheshit. Pra hapësira që autobusët zënë, se në fakt sheshi bëhet për njerëzit. Tirana ka qarë nga turistët, vinë, konsumojnë produkte, hanë vakte, flenë hotel, paguajnë taksa, blejnë produkte. Kështu që do ishim i pari qyteti cili bën një shesh që i thua tjetrit s'ke si futesh. Ndaj dhe në këtë sens, çdo gjë ka një sens mase dhe logjike. Fëmijët atëherë s'duhet vinë këtu sa mund të rrezikohen, si dihet. Ka qarkullim. Mos ha panik. Siç fëmijët luajnë në Times Square, siç fëmijët luajnë në Champs-Élysées, siç fëmijët luajnë në shumë prej hapësirave, pra ka një vend ku ti, se dhe fëmijët ndoshta nuk vinë dot gjithë, ne duam të vinë dhe fëmijë nga Durrësi, duam të vinë dhe fëmijë nga Saranda, duam të vinë dhe ekskursionistë nga Shkodra. Këta fëmijë, nuk mund t'i themi zbrit në rrugë dhe kalo 8 korsi makinash. Me që ti duhet ta hapësh krahun krah djathtë dhe i bie të kalosh 8 korsi që të vish këtu. Pra dhe për këta fëmijë që vinë nga rreth tjera, ky është vendi ku ti zbret, jo vendi ku ti luan dhe pastaj akseson sheshin. Kështu që nuk është asgjë dramatike që s'ndodh kudo tjetër. Paguhet kur hyn këtu? Jo, ky është një vend vetëm për pa tarifuar. Po këto gurët çfarë janë se po e shikoja? Këto janë gurë të cilat janë nxjerrë, le themi, gjatë gërmimeve, që mund të kenë pasur në pjesën ndoksorës, të mos të pjesa e parkingut, siç e ke vënë radhë, është bërë një gërmim i jashtëzakonshëm. Dhe ajo që bën është gurët thërmon, shkërmoqen, edhe përdoren edhe për disa nga infrastruktura. Pra çdo gjë riciklohet. Asgjë që ka dalë nga ky shesh nuk është hedhur. Pra dhe gurët janë thërmuar edhe janë përdorur për një nga proceset në shesh. Kështu që themi, kjo është pjesa e aksesit të turistë. Edhe kjo është pjesa e parkimit Hotel Tiranës, nuk është kjo është pjesa e Hotel Tiranës, po e cila e ka hyrjen nga Unaza e vogël, nga mbrapa. Pra në këtë sens, shoh që pas ka një aktivitet turistik në makina të vjetra, makina ato që quhen vintage, historike. Edhe në fakt këto lloj gjëra është vetëm e zbukurojnë Tiranën. Pra në një farë mënyrë turistë të cilët sjellin aventurë, sjellin risi, sjellin eksperienca të reja, unë them që e pasurojnë qytetin. Ndaj dhe s'mund të ishim i qytet, pra, po të shofësh kjo pjesë mbaron këtu. Pra, ende pa hyrë në perimetrin e sheshit, mbaron pjesa turistike. Kjo është dera anësore e shumë aktiviteteve që bëhen në Muzeun Histori Kombëtar, Odeoni e sallat e tjera, UNESCO e tjera. Kështu që në këtë sens, duhet që është një autobus turistik nga Slovenia dhe besoj që shtimi turizmit në Tiranë, si shkon këtu ka pistona, do thotë që nuk do të vendosen edhe pistonat e tjerë. Pra deri këtu është, nuk kalohet mande. Nuk kalohet shesh. Pra jemi ende larg sheshit. Këtu është prap një hapësirë tjetër shlodhëse, është një instalacion i ngjashëm me instalacionin e res. Si që shikon rrethot nga hije, mund të jetë vend për takime, për mbrëmje poetike, ceremoni dasmash, me ato celebrimet që bëjnë. Ceremoni dasmash, mund të shfrytëzohet. Është themi një lloj pergola që gazebo që... Do shtohen çifte tani që do duan të martohen këtu, në sheshin Skënderbej. Tash nuk kemi shumë, kemi disa në javë, dhe kjo është gjë e mirë. Aty është një mini teatr i vogël, dikush bën një shfaqje, apo ul një grup turistësh dhe ju tregon, pra le të themi një shkallare e vogël. Pra ka element në shesh për të bërë atë që ne shqipi themi engledisur, për të engledisur, për të kaluar kohë dhe për të eksploruar gjithë. Mund të duan të martohen edhe aty në qendër të sheshit. Burr, më njoh njërin që bën celebrim. Tedi Arifi duhet kishte pritur të ishte martuar, operatori jon. Ajo, operatori juaj ishte një nga celebrimet më interesante. Mori qenushin e vet në celebrim dhe ishte dëshmitari më unik që unë kam parë në një. Të tregoj pak si kemi ricikluar mbetjet. Do dalim kështu? Po, dalim këtu. Si kalova? Si po shkojmë punë? Ola, kalojmë që me kujdes tu? Jem atlete? Me atlete, po. Edhe sot i kemi mbatur atletet. Si po shkojmë punë, mos e ish. Mirë, a e lof? Si e, mirë, Ola. Ola, po të qikosh,
të gjitha mbetit nga gurët, vinë pra shkërmoqen, thërmohen, pasi thërmohen, ngjishen me një çimento të veçantë, kështu që ne sigurohemi që dhe gurët, copat, mbetjet, çfarë është gjetur, dhe të gjitha këto do të jenë stola të ardhshëm. Këto do të jenë stola të ardhshëm, pra. Një nga stola, do të ketë disa modele. Disa do jenë, le të themi, me dru dhe me metal, disa tjera do jenë me gur, për në të gjithë territorin do vendosen mjaftueshëm. Ky proces kryhet këtu apo jo? Një pjesë e procesit kryhet këtu, një pjesë e ngjitjes kryhet, ne kemi pasur një kënd, ja kemi aty një nga makineri që bën, le të themi, sitën e gurëve. Dhe ngjeshjen e tyre besoj jo këtu. Ju nuk bëhet këtu. Ajo pjesë nuk bëhet këtu me aditiv. Dhe pastaj të gjitha mbetjet rikthehen të sistemuara në këta kuba ose në këto mobili urbane që i quajmë ne. Dhe pastaj do të vendosen në të gjithë sheshin. Pra në çdo element është punuar me një koqërllëk. Pra kemi shfrytzuar çdo copë dhe çdo element sheshin. Ajo është një kapak pusetës, një zgarë, po është prej guri, jo prej metali, pra që t'i ruhet, le themi, koncepti i gurit gjithë sheshin. Këto janë disa mobile tjera, le themi që stola më të lartë. Pra në qoftë ato ishin në formë kuboide, këto janë në formë rrethore. Cilindrike. Cilindrike, por le themi pjesa rrethore e uljes. Edhe ato gjithashtu stola? Jo, ato janë bordura shkallash. Bordura shkallash? Pra si që bordurat e shkallëve këtu. Pra po të qikosh më përpara, shkalla e Muzeut Kombëtar përfundonte aty lart. E Muzeut Kombëtar dhe e Operës. Po të qikosh duke qenë se sheshi vjen duke ulur në ekstrem, ne kemi bërë me shkallare dhe pjesën poshtë, kështu që kam përshtypjen ajo është pjesa e atyre shkallëve. Pra o do të vendoset në pjesën mbrapa nga Opera, ku po punojnë punëtorët tani, ose do të riciklohet gjithashtu që të mos kemi asnjë firë. Ky është guri i tropojës, olivinitit, kjo është shilja e bukur, e cila kur sigurisht që ne kemi stok. Ju i keni blerë këto zoti Veliaj, apo i keni kërkuar të kemi blerë në gjithë territorin e Shqipërisë. Nuk sjell njëri pa lekë, të të garantoj. Pra, pjesa më e madhe e fondit sheshit ka shkuar në vende të tjera në Shqipëri. Apo në Kosovë, apo në Çamëri, apo në Manastir, pra në vendet ku është ka shqiptar. Është nxjerr guri. Shëndet. Jo, ku janë shqiptar sigurisht, por ku janë edhe makineri që prodhojnë ose karriere që prodhojnë gurin. Nga përshtypje është edhe duke u testuar, pjesë atyre shatërvanëve që le themi gurgullojnë Po s'mo thatë më përgjigjet pak më parë. Pra, në ato vende ku do të gurgulloj ujë, pra do të ketë shatrivane, ajo pjesë do të rritë gjithkohë ose lagur në sheshin Skënderbej? Në ditët e ftohta sigurisht që nuk do rritë gjithmonë e lagur, sepse ka rrezik të ngri. Pra, ne kemi një sallë teknike, çdo gjë komandohet në një pult, kështu që në bazë të temperaturës, kur temperaturat rriten, sigurisht shtohet pjesa e lagështirës. Po gjatë periudhës së verës, besoj gjatë periudhës së verës do të kemi më shumë të lagur. Edhe besoj që edhe për efektin estetik që jep guri i lagur, është më bukur kur ka ujë në mënyrë konstante. Ajo që ne pam kur filluam të xhiro ishte një test paraprak se si funksionojnë shatërvanet me gurgullim. Doli mirë? Doli mirë. Si shkon po bën gati të që ose do na bashkohesh për mbjell disa pemë. Po, patjetër, me shumë kënaqësi. Besoj që dhe imami i Tiranës është aty me ne që na asistoj, edhe është një dekor fantastik për xhamin. Besoj ylli, po ylli, shoh ylli. Shoh atë siluetën elegante të yllit në cep. Po eci pak në majtë të gishtave, mos ciklohem. S'është aq keq, jo. Pasi të jetë pastruar mirë, do ketë një larje me presion funde dhe gjithë gjërat e tjera dhe shumë më shumë. Çfarë është ruajtur nga sheshi i dikurshëm Skënderbej? Po sheshi i dikurshëm Skënderbej ishte një rotond e madhe në formë panolini makinash. S'kishte gjë për të bërë, ishte vetëm asfalt. Ajo që ne kemi ruajtur ka qenë një pjesë e punës që u bë në nën tokë, që ishte vaskat, edhe le themi disa nga tubacionet e kanalizimeve, që fatmirësisht kur u mbuluan, i gjetëm 70% akoma të përdorshme. Pra bëm disa me remetime, pra nën tokën, kurse mbi toka ishte diçka
hiqe deri për fillim vitet 90, po një rotonde e madhe makinash, ndërkohë që sot rrethosh nga cicërimet e zogjve. Them që është një shkputje cilësore dhe në koncept nga... Por, keni ruajtur pra, element rëndësishëm të sheshit Skënderbej, si që janë monumentet e këti... Monumentet si që në asnjëherë pjesë për ndyshim. Pra, monumentet sot kanë marrë më shumë vlerë, sepse kanë një pjatës të madhe përpara, se sa në kohët kur monumentet ishin mbuluar nga bloza e makinave. Kështu që në këtë sens, edhe për ruajtjen e objekteve, kjo është më mirë. Po, për sheshin si shesh, vetëm pjesën e vaskave nëntoksore, çdo pjesë tjetër sipër ishte thjesht asfalt dhe beton për makinat. Sot është një hapësirë fantastike për njerëzit dhe kjo më bën ndihem shumë mirë. Më falni, edhe këtu keni ndërhyrë me shkallët, apo jo? Tek Pallati i Kulturës. Shkallët e vjetra janë zvendësuar, kanë qenë komplet thyra të degraduara, dhe ndërkohë, kurse pjesa për të zbritur deri ke niveli i sheshit, janë shtuar shkallët e reja. Pra është ruajtur pjesa e shkallëve origjinale dhe janë shtuar shkallët e reja që mos bëhen ato rripa tipik të baltës kur që ngjeshet dheu dhe duken si më shumë si shtigje në pyll se sa si hapësirë në qendër të një qyteti evropian. Po sot është padyshim një nga konceptet më fantastike. E vetmja keqardhje që kam është që ne këto 2 vjet me këtë zell mund të kishim bërë një punë tjetër, se kjo mund të ishte mbaruar fare mirë nëse Edi Rama do lihet punonte me projektin origjinal. Po si thonë se shpresë. Pse u lan gjykimin tuaj? Sepse besoj që politika në Shqipëri është e ndarë me disa njerëzve që duan të punojnë edhe që kanë treguar që si bashkisë si qeveri punojnë, e disa njerëzve tjerë që gjejnë të gjitha arsyet e botës vetëm që diçka të bllokohet, edhe që janë investuar në një politikë sherrit. Po nuk do të bëj politikë me këtë, por thjesht të dëshmova që gjithë kjo u bë për 10 muaj. Do thotë që gjërat në Shqipëri mund të bëhen shpejt dhe me cilësi, nëse nuk pengojmë njëri tjetrin. Kështu ndodh gjithmonë me bashkitë që drejtohen nga socialistë ose jo, dhe me qeveri që drejtohen nga socialistë ose demokratë. Siç është rasti Shkodrës për shembull. Voltana Ademi me Edi Ramën kanë kohë që debatojnë. Voltana ja akuzon se ka harruar Shkodrën, Rama thotë se Voltana Ademi fle gjumë, domethënë kështu është kjo histori. Nuk është e parë që e dëgjoj. Dhe ne të dyve nuk na fale. Për këtë mund ta thotë dikush që rin kafe gjithë ditën. Po ne të dy që e dim që Edi Rama bëri fototekën Marubi. Ne të dy që dim se si u obsesua Edi dhe qeveria për stadiumin e Shkodrës, ne mund bëjmë një analizë çik më të thellë se sa kjo e përgjithshme, ama se këta janë gjithë sot. Se po të shohësh faktet nuk janë gjithë sot. Dhe po të shohësh pajën që për 2-3 vjet Edi Rama i la Shkodrës, kësaj Shkodrës që ti thua s'po lihet punoj, aty kupton që... Jo, po thot zonja Ademi, po thot kryetaria e bashkisë. Të kuptoj, po detyra jonë nuk është vetëm themi ai tha, ajo tha, është dhe të bëjmë çik analizë. Ka fakte për punë, dhe unë them që faktet për punë, si këto dyja që përmenda, Marubi dhe stadiumi, në fakt e nxjerrin ndeshjet 2-0 për Edin. Po s'du të hyj kësaj, unë menaxhoj Tiranën, jo Shkodrën. Okej, kemi ardhur tek Shefylli, ku je Shefylli? Hapësira pranë xhamis. Sa po? Si e kaluat? Përshëndetje me zotin Gura, bashkëpunojmë gjithmonë. Qimin e njeh kontraktorit. Si jeni? Mirë, Ola, si kaloni? Mirë. Mirë duket. A, e petë gjithën, pëlqeu? Ta shi që ka dalë... Mund përdojë për lloj aktivitetesh. Për panajire, për koncerte, për gjëra, për lloj gjërash. Po, kemi dhe banjë publike. Kemi vendosur banjë publike këtu, se përmendëm. Kemi vendosur. Jo, si pam, ku ishin? Unë mendoj që ajo s'është pjesa më e rëndësishme, por ke drejt kur disa njerëz thonë që ku është banjë. Si shtanë për pazarin e ri, mban mund, kur diskutuar? Por, ke drejt, për disa njerëz... Pra këtu ka tualete publike në sheshin Skënderbej. Sigurisht, ne inkurajojmë që shumica njerëz do t'i kryejnë nevojat para se të vinë në shesh. Më tani mund të ndodhë, Nuk është arsye për ta, por nuk është arsye për të ardhur në shesh se ka banjo, por ndër të tjera ka edhe banjo. Qartë. Tani çfarë do të mbillni këtu? Këtu do të mbjellim pemë të reja ulliri, një dekor shumë i bukur për xhamin. Ne kemi zhvendosur disa pemë të veta që ishin kalbur dhe që ishin dëmtuar, kryesisht për faktit që kjo ka qenë një rrugë vetëm e qarkulluar me makina, kështu që dhe për bimësin ka qenë një kontaminim konstant vajrash, makinash e nafte e tymi, kështu që pemët e kalbura i zhvendosëm, edhe tani do mbjellim... Ja. Pëlqeu?
Kemi takuar këtu, siç e shikoni, edhe myftiun e Tiranës, zotin Ylli Gura. Ju e keni parë pak më parë para nesh sheshin Skënderbej apo jo? Po, për fatin e unë jam i lumtuar si çdo kryeqytetas që më në fund do të kemi një shesh të mrekullueshëm, po për te sheshit kemi edhe një sipërfaqe të gjelbërt, po kaq mrekulluese. Njerëz i pash edhe hapësirat poshtë, që përveç parkimit ishin dhe ambiente jashtëzakonisht përshtatshme për të zhvilluar evente nga më të ndryshmet. Pra ishin hapësirë edhe ndriçimi dhe sipërfaqet e lëna në dispozicion të qytetarët për dorënimit për evente apo për programe aktivitete ndryshme, krijonin një lehtësirë të paparë. Pra unë me padurim pres, po edhe qytetarët, i ftoj qytetarët e kryeqytetit që me rastin e hapjes do të shohin vërtet një mrekulli. Sepse unë kam ndjek pas hapjes disa herë, për arsye dhe vetë xhamisë, por një herë si bashkë me sheshin edhe xhamia do t'i krijohet një frymarrje tjetër, sepse do të jetë në sinkron bashkë edhe me gjelbrimin, edhe me mrekullinë e ngjyrave të sheshit, si dhe me gjitha të frymarrjen që do të marrë edhe me largimin e sigurisht të çekullinit atometit. Faleminderit. Jemi gati? Në bashkosh? Pa. Hajde. Shpresoj të dita bëj, jo? Dita bësh? Shpresoj të dita bëj. O shumë vëllaj. Hajde këtu, merë këtë lopatën. Marrë të vogël. Fillimisht. Shumë, bravo. Okej. Opa, laqë. Edhe mirë, hajde këtu njerë hedhim pak humus. Si kjo është le themi ushqimi kryesor. Që është pleu. Aty apo poshtë? Te pema apo poshtë? Poshtë ka rënjë, zonë. Ska gjithë, ajo. Shkon vetë. Teti, do hedhësh dhe ti? Hajme një fotografi me Jullin, da kemi kujtim, Jullin. Okej, quna. Ma. Ashtë. E kemi kujtim, pas nga 250 vjetësh, kur t'jetë rritu liri, do thonë këte kanë bjellë Ola, Ylli dhe Lalieri. Ajde, perfekt. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ky ishte sheshi Skënderbej, sheshi am, si që ka cilësuar kryeministri i vendit ton, zoti Edi Rama. Ky shesh do të identifikoj çdo shqiptar, kudo që ata jetojnë. Rrugtimi ynë ka vazhduar edhe në bulevardin e Tiranës. Bulevardi i Tiranës, ju e dini shpesher, ka qenë një mollë sherri mes të majtës dhe të djathës. Ka patur situata pak të këndshme, konfrontimet banorëve deri me Policinë e shtetit. Problemi tyre ka qenë gjithmonë çështja e shpronësimeve. Do të dëgjojmë pretendimet e tyre, do të marrim edhe përgjigjen e kryebashkiakut Veliaj, teksa rrugtojmë edhe përgjatë bulevardit të Tiranës, që gjithashtu zoti Veliaj vendosi ta zbuloj për publikun përmes emisionit Njerëz në Fokus. Po fillimisht një insert që na tregon se çfarë do të jetë bulevardi i Tiranës dhe cili është perceptimi i publikut. Bulevardi ekzistues i Tiranës është projektuar në vitin 1930 nga arkitektët e famshëm italian Florestano de Fausto dhe Armando Brazini. Që në dizenjimin fillestar bulevardi ishte projektuar që të vijonte natyrshëm zgjatjen drejt lumit të Tiranës, ndërkohë që edhe plani urbanistik i qytetit në vitin 1990 parashikonte zgjatimin e bulevardit Zogu i parë në përputhje me parashikimet e bëra prej arkitektëve italian. Projekti u rikthye në vëmendje në vitin 2003 përmes masterplanit për qendrën e qytetit të Tiranës, i zhvilluar nga administrata e kryebashkiakut Edi Rama në bashkëpunim me një studio franceze arkitekture. Një projekt konkret erdhi në vitin 2012 kohë kur bashkia drejtohej nga Lulzim Basha. Ai u përgatit nga studio arkitekturore Grimshaw Architects dhe parashikonte që faza e parë e punimeve të niste në zonën e stacionit të trenit, ku përfshihej edhe ndërtimi një parkimi të madh nën toksor. Po ashtu projekti parashikonte që përgjatë bulevardit të kalonte linja e
Tramit, që do të lidhë terminalin multimodal të pasagjerëve me sheshin Nën Tereza. Gjithashtu në bulevardin e ri të Tiranës do të ndërtohej pallati drejtësisë dhe institucionet të tjera publike, disa institucione kulturore dhe artistike, qendra biznesi e të tjerë. Por projekti për zgjatimin e bulevardit solli për rreth 2 vjet kontradikta midis bashkisë në kryesimin e ish kryebashkiakut Lulzim Basha dhe qeverisë. Basha akuzonte kryeministrin Edi Rama se e bllokoi qëllimisht këtë projekt, ndërsa qeveria e konsideronte një projekt klientelist, por në mars të vitit 2014 Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar pezullon punimet, duke u bazuar te ankesat e banorëve për shpronësimet. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama e cilësoi këtë projekt klientelist duke mos ju hapur rrugë punimeve të mëtejshme. Në vitin 2015 administrata e kryebashkiakut Erion Veliaj në bashkëpunim me Grimshaw Architects modifikoi projektin e bulevardit verior, duke i shtuar atij parkun qendror të Tiranës dhe nisi punimet për zbatimin e projektit. Sipas projektit të rishikuar, punimet e bulevardit verior do të krijojnë një zgjatim natyral të bulevardit ekzistues, duke krijuar një arterie me gjatësinë 1600 metra dhe gjerësi 70 metra. Ndërhyrja konsiston në punime inxhinierike, infrastrukturën nëntoksore, kanalizimet e ujrave të bardha e të zeza, rrjetin infrastrukturor në 2 galerit nëntoksore për gjatë seksionit të bulevardit, si dhe hapësirat për kalimtarët, transportin publik, ashtu si dhe bimësinë në të 2 anët e bulevardit. Gjithashtu një komponent i rëndësishëm është edhe ndërtimi i parkimit nëntoksor me kapacitet 300 vende. Çfarë prisni nga projekti i bulevardit të ri? Të hapet, është mbyllur, të hapet, të lëvizin njerëzit, ndërtime, zbukurime. Kanë thënë do bëjmë një kull të madhe këtu, shikojmë çdo bëhet. Do të jetë fantastike, po që se do të lidhet me paskuqonin, do të bëhet ura, që të lidhet ajo pjesa ne, sepse jemi shumë afër qendrës Tiranës. Do sjell biznese, do sjell shkollime, do të jenë më lirë gjanat, më hapësira. Duke parë dhe punimet dhe zgjerimin e rrugëve dhe do jetë diçka më ndryshe, kupton, edhe duke parë që edhe bashkia po bën ato, ke parasysh mbikalime toksore, më thënë kjo do detësoj dhe këmbësorët, pa edhe trafikun që është shumë i rënduar në Tiranë. Jam ngjitur me bulevardin e ri dhe shpresoj që do kenë ndryshime të mëdha në lagjet përreth, në vendin dhe edhe në trafikun sigurisht. Për bulevardin duket një ide shumë e mirë, është shumë argëtuese dhe ndoshta mund të lirohet komplet e gjithë kjo pjesa e trafikut. Ata që kanë bërë janë specialistë, janë njerëz të fushës të zanatit që e kanë bërë, kanë menduar dhe kuptohet do të lidhë Tiranën, do të ndaj bukur shumë. Keq është për trenin që duhet të ishte më afër, po zgjidh dhe problemi i stacionit treni do të jetë shumë mirë për Tiranën. Kryeqyteti i Shqipërisë i vetmi në botë që s'ka stacion treni. Ky ishte perceptimi i disa prej banorëve dhe në koleges Ola Mitre. Le të ndjekim tani atë se si e shpjegon vetë kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ndryshimet që ka pësuar bulevardi i ri i Tiranës. Jemi zhvendosur në bulevardin e Tiranës, në pjesën fundore të t'i kam përshtypjen, këtu ende po punohet, pas sheshit Skënderbej kemi ardhur këtu dhe do ta fillojmë intervistën me ju zoti Veliaj, tek pjesa ku le të themi ka përfunduar puna, që mos humbasim edhe shumë kohë. Jeni dakord? Me shumë kënaqësi. Okej, hyjmë atëherë, faleminderit. Pra jemi në mes, le të themi, të bulevardit të Tiranës. Edhe po më thoshit ato pallatet atje? Ato pallatet atje janë paskuqani, janë bashkia Kamës. Do të thotë që është ana tjetër e lumit. Shkohet deri atje përmes bulevardit të Tiranës? Do shkohet deri tek lumi, por duke qenë se kolegu në Kamës ka dhënë leje pallatesh, do jetë vështirë që të bëjmë një urë, sepse aty ku do mbaronte ura janë pallatet. Po këto janë çudirat shqiptare që ndodhin në bashki. Ti bëjmë thirrje? Nuk e di, mund të bëjmë thirrje për të hequr 6 pallate që janë dhënë në vendin më të gabuar, po ka qenë pjesë e kësaj kulturës së zaptimit, pra edhe pse këtu është gjuma. Nëse do të mund të kalojë përmes një ure. Plani origjinal ka qenë të vazhdojë ura dhe të shkojë deri ke parku i Paskuqanit, ndërkohë që aty ku do mbaronte ura që lidh Tiranën me Paskuqanin, dikush që menaxhonte atë zonë dha pallate. Megjithatë nuk jam këtu të bëj politikë, jam këtu të them që projekti i bulevardit mbaron tek bulevard tek bregu i lumit, pra para atyre pallateve, është stabilizuar gjithë rrjedha e lumit, po të shkosh kemi pasur më pak përmbytje
teksa ka qenë projekti në proces, dhe thuaj se s'do kemi fare, tani që mbaron gjithë projekti i izolimit të bregut lumit. Janë bërë kaskadat e reja, pra shtyr në disa diga që edhe lumi të shtrohet, janë bërë brigjet, do ketë gjelbrim dhe parku do tjetë përgjatë lumit, pra zona e bregut lumit nga një zonë e degraduar do tjetë një zonë shumë e bukur. Kështu që bulevardi dhe projekti i lumit formojnë një T, që përfundon me një park ose me një shesh ceremonial si që sheshin në Tereza, që është ekstremi tjetër i bulevardit. Praktikisht bulevardi i vjetër i Tiranës, i Brasinit dhe i kohës italianëve dy fishohet, pra shkon nga stacioni trenit deri tek bregu lumit, dhe unë besoj që ashtu si për 100 vjet u përdor bulevardi ekzistus, në 100 vitet e ardhshme, unë parashikoj që këtu, pra anash, ku sot nuk ka thuajse asgjë me vlerë, pra janë disa karakatina teneqësh, tregje rroba shpërdorura. Nuk ka më treg të rrobave të përdorura aty, apo jo? Ka ende një pjesë, po është në tokë private, të cilat gjithashtu do të zhvillohen, dhe po të shikosh deri në fund. Ato do të largohen, zoti Veliaj? Do të largohen. Tregu i rrobave të përdorura në bulevard, historik të shqiptarëve, sigur. Po jo, nga që thatë që janë në tokë private. Jo, them janë në tokë private, të cilat gjithashtu do të zhvillohet, siç do të zhvillohet gjithçka tjetër. Bulevardi i Tiranës ka qenë gjithmonë një mollsheri mes të majtës dhe të djathtës. Si është tani? Po është ajo që thash, pra ne praktikisht e gjetëm këtë bulevard me 3% punës bërë, që në thelb nënkupton vetëm hapjen e kantierit. Pra, projekti Edi Ramës i vitit 2011, i cili u la gati, avancoi në 4 vjet vetëm 3%. Ndërkohë, ne sot jemi 73%. Do të thotë që nga stacioni trenit deri në fund fare, nën toka ka mbaruar komplet, parkingun nën toksor që ndëshojnë, si që shikon është vënë ndriçimi fantastik në bulevard, është vënë ndriçimi piktoresk, le themi, për pjesët, le themi, mini sheshet, hapësirat pushuse, atë të korsinë e bicikletave që do të kaloj në të dyja anët, pjesën e këmbësorëve, është vendosur gjelbrimi, janë vendosur poshtë, ne këtu poshtë kemi tunele nën tokë, ku janë gjitha kanalizimet, të gjithë kablot, ujësjellësi, energjia, telekomi, fibrat optike. Pra, arrin të kuptosh se si në pak muaj mund të bësh diçka që për 4 vjet nuk avancoi. Dhe sërish insistoj, kur fokusohemi ke puna dhe jo se si të bllokojmë njërin apo tjetrin, sigurisht që punët ecin shumë shpejt. Bulevardi i Tiranës nuk do të jetë pedonale, apo jo? Jo, kjo është hapësira, në fakt është gjysë e gjysë. Po të shikosh, këtu janë 3 korsi makinash që vinë nga ky drejtim, pra nga stacioni trenit ke bregu lumit, dhe le të themi korsia tjetër që shkon prap me 3 kalime. Por ama hapësira pedonale është po aq sa e makinave. Ne sa janë 3 korsi këtu për makinat, janë dhe hapësira e 3 korsive në mos më shumë për këmbësorët, për gjelbrimin, për pedonalitetin, për bicikletat. Po kështu dhe në anën tjetër. Pra, po futemi në një dizenjim të rrugëve. Ne sapo u bashkuam në një rrjet të 30 qyteteve që ish kryetari i Bashkisë së New Yorkut Bloomberg ka themeluar për një dizajn të rrugëve ku hapësira e këmbësorëve dhe hapësira pa makina duhet të jetë në mënyrë demokratike, po aq në mos më shumë se sa ajo e makinave. Ndryshon gjithë filozofinë e qytetit, ku qyteti mendon vetëm si do akomodoj makinat, sot qyteti fillon dhe mendon si do akomodojmë njerëzit. Unë besoj që njerëzit janë më të rëndësishëm se makinat. Si përgjigjeni atyre që mund të jenë ende të pakënaqur sot nga shpronësimet? Sigurisht që ka njerëz që duan të bëhen të pasur nga kjo puna e shpronësimeve. Si mund bëhesh i pasur nga kjo punë? Po, sepse do donin që të merrni më shumë para për shpronësimet. Spari, këto janë çmime të cilat caktohen sipas tregut. Pra, VKM-ja e nxjerr nga qeveria, shef vlerën e tregut në këtë zonë dhe shpronëson. Së dyti, shumica dërmuese e shtëpive këtu kanë qenë shtëpi pa leje. Pra ne kemi shpronësuar shtëpi të ndërtuara pa leje në gjurmë të bulevardit, sikur të ishin me leje, sikur të ishin me hipotekë, sikur të ishin trashëguara ndër vite. Keni shkelur ligjin? Pra, në këtë sens, jo, u bë një VKM e veçantë për këtë punë, por që në thelb nuk është e ndershme, për mendimin tim. Pra, para se njerëzit thonë duam dhe më shumë para dhe i duam tani, është ndoshta mirë të kuptojmë që ne kemi bërë diçka të jashtëzakonshme, ku po shpronësohen njerëz që në kushte normale do të trajtoheshin si shkeljes ligjit duke qenë se kanë ndërtuar në gjurmë të bulevardit pa leje. E megjithatë, qeveria pati bujarin edhe në bonsecin e bashkisë që ne ta bënim këtë shpenzim për të siguruar. E megjithatë pati ato debatet që gjithmonë shoqërojnë projektet në fillim, po sigurisht në momentin që qëndruam të vendosur, e ndallim nga bashkia tjetër që përpoqta policit zonte, le tham ky është një projekt për kombin,
Ky nuk është një projekt për një mandat të një kryetari bashkie, ky është një projekt për 100 vitet e ardhshme të Tiranës. Kujtoj që në djallë vaft një kryetar bashkie, në momentin që qytetin edhe nuk e shfrytëzon mundësinë që i ka dhënë qyteti për të marrë vendime për 100 vitet e ardhshme, nëse mendon vetëm u mërzit ky, u mërzit ai. Pra, patjetër që ka njerëz mërzitur sa herë që merr vendime të drejta, sepse ka disa që kishin ndërtuar rehatinë e tyre mu këtu, por unë besoj që rehatia e 1 milion vetave është më rëndësishme se rehatia. Dhe banorët duket se nuk janë qetësuar, le të themi, disa kanë deklaruar për kolegen Ola Mitre se janë procese gjyqësore, një tjetër ka deklaruar gjithashtu për kolegen Ola Mitre se nuk ka marrë aq para sa që i takonin. Ja ndiqeni prononcimin e tij. Zoti Piro, ne aktualisht ndodhemi në bulevardin e ri, ku para pak kohësh në këtë zonë ndodhej shtëpia juaj, për të cilën ju jeni shpronësuar nga Bashkia e Tiranës? Atëherë, bëhen afër 4 vjet që ka dalë vendimi 752 i qeverisë Berisha dhe 1 vit nga fillimi i punimeve të bulevardit. Që nga ajo kohë ka dalë një vendim i cili ne kemi kundërshtuar sepse çmimi ishte shumë i ulët. Po ta shikoni sot, po mbaron loti i parë. Ka plot banor që po t'i shikosh dhe po t'i pyesësh, nuk kanë marrë akoma. Kemi bërë negociata me të 2 kryetarët e bashkive. Nuk është arritur asgjë. Jemi në përdyert e gjykatave. Gjykata administrative rrëzon vendimin e Sali Berishës. Nga 263 vendos 1.075.000 lekë, e cila është jashtëzakonisht në raport drejt me çmimet cilat janë në përdyret imobiliare. Për shtëpinë time mund ka dhënë 24 milion lekë të vjetra, cilat më janë lëvruar nga Bashkia e Tiranës. Kurse për pjesën e tokës nuk më është lëvruar as fondi. Më ka dalë emri në vendimin e Këshillit Ministrave për 42 milion lekësh. I kanë paraqitur Bashkisë Tiranës të gjithë dokumentat e nevojshme. Unë pres sot e kësaj dite mas një viti fondin për 42 milion lekësh të vjetra që t'i bashkoj me 24 milion dhe të mundohen blenë i shtëpi të Unaza e re. Pse nuk ju janë dhënë këto para? Çfarë ju është thënë nga Bashkia e Tiranës? Presim sepse do vi një fond tjetër me një vendim të Këshillit Ministrave që do t'ju japin këto lekë. Unë nuk e kuptoj. Që ditën e parë që në kryeterës ka dalë vendimi dhe ka dalë fondi i shpronësimeve. Atëherë, ku janë lekët? Pse s'na japin? Ka plot tjerë cilët kanë probleme dhe nuk duhet të hyjnë problemet e atyre. Ama po ne që kemi dokumentat rregullta, që kemi dorëzuar një bashki dhe janë dokumenta dhe, nuk po na jepet. E ftoj kryetarin e bashkisë të merret vej 2-3 njerëz cilët punojnë dhe t'i shikojnë këto probleme cilat kanë ngelur. Jemi akoma në dyert e gjykatave. Në dijenin tuaj, a janë shpronësuar familjet edhe për sipërfaqe që nuk i kanë patur të legalizuara? Në dijenin time, kjo i përket administratës Bashkisë Tiranës. Unë di që gjithë ato pronarë që kanë pasur dokumenta kanë marrë lekët. Për pjesën tjetër nuk mund të jap asnjë prononcim, po di që dhe qytetarët Tiranës të vjetër ju janë ngatarruar pak dokumentat, cilat janë nëpër gjykatat Tiranës. Unë mund t'i jap me shembuj, por nuk do desha që t'i ishe objekti kësaj. Ju tha që keni marrë vetëm 24 milion lekë të vjetra. Aktualisht ku jetoni? Unë jetoj te shtëpia nënës time, kurse vllai dhe nëna jetojnë të dy në shtëpia me qera, cilat i paguajnë me kontributet e veta, dhe as i lek as nga Bashkia e Tiranës, dhe as nga qeveria, as nga Ministria e Pushtetit dhe Rregullimit Territorit. Bulevardi po mbaron. Nuk jemi kur dhe nuk kemi qenë kundër ndërtimit të bulevardit. Është një vepër urbanistike e cilët kanë projektuar të tjerë. E përkrajmë ndërtimit deri në fund bulevardit. Ama gjithë kryetarët e bashkisë që do ikin dhe do vinë, të paktën bin dakord me banorët, që çmimi të jetë sa më i drejtë dhe ata të kenë mundësi të sistemohen anash bulevardit ose në një vend njëjtë me ky. Prandaj, bëj thirrje dhe kryeministrit dhe kryetarit të bashkisë aktual na japin lekët që të blejmë në shtëpi. Ky ishte pretendimi i zotit Piro, i cili në fakt nuk është hera e parë që prononcohet për emisionin Njerëz në Fokus, madje ka qenë i pranishëm edhe në studion e këtij emisioni. Pretendimi i tij është i tillë, ndjekim përgjigjen e zotit Veliaj. Kujtoj edhe nga transmetimet direkti që News 24 ka patur, kujtoj agresivitetin e madh të banorëve të pakënaqur nga shpronësimet e bulevardit të Tiranës, ndërhyrjet e policisë, ju kujtohen edhe ju ato skena. Si arritët t'i qetësonit këta banorë, zoti Veliaj? Spari duke arsyetuar siç po arsyetojmë bashkë. Pra duke arsyetuar që në kushte normale ne thjesht duhet i prishnim si ndërtime pa leje.
ndërkohë që ne bëm diçka anormale. Unë besoj që njerëzilliku dhe komunikimi janë të rëndësishme, aq sa është e rëndësishme që ti qëndrosh vendime. Dhe në momentin që ata kuptuan që unë dallim nga Lul Basha, as nuk haja presionin, as nuk intimidosha, as nuk bëja llogaritë vogla politike, po kisha synim që ky projekt i ideuar nga Edi Rama, që u bllokuan 2011 dhe që s'avancoi as përtej stacionit të trenit, kishte nevojë që ta çlironte Tirana. Po, ju mendoni se atyre banorëve i vete mendja shumë te politika, intereson shumë politika, intereson shumë zoti Basha, zoti Velia, zoti Patjetër, sepse kuptuan që me njërin që ishte drejtues. Ata ishin të shqetësuar se po mbisnin shtëpinë. Ta them unë. Jo, me paratë që marrin dhe që do vazhdojnë të marrin, mund të blejnë shtëpi të lishme diku tjetër. Ajo që jam duke të thënë është ka të bëj politika, sepse kur gjen një lider të dobët, që s'merr dot vendime, që s'di të menaxhoj qytetin, që bën vetëm llogaritë vogla sa më del kjo qendër votimi apo ajo, sigurisht gjasat që ai ta haj presionin janë më të mëdha sesa kur ke një drejtues bashkie që jeton e ndjek personalisht të projekt për ditë këtë pazarin e ri, Ishi Skënderbej, stadiumi, gjithë projektet e Tiranës, dhe sigurisht mesazhi që ata njerëz marrin është që ky që ka gjysi çmenmi nuk e haka presionin e pas ka fiksim këtë punë, s'kemi çaj bëjmë teatr kod në televizor. Kështu që patjetër që këto kumte politike janë të rëndësishme që shkelësit kuptojnë që nuk bllokojnë dot, se mbajnë dot peng qytetin për një ndërtim pa leje. Ndërkohë që shteti po të shpronson, edhe pse e ke bërë pa leje, që mos ngelesh pa shtëpi, por nuk mund të bllokosh Tiranën për 1 milion veta të tjerë. Më kujtohet në një nga emisionet Njerëz në Fokus, ju dini që emision Njerëz në Fokus i kushton vëmendje të posaçme njerëzve që kanë dëshirë të thonë diçka, shqetësimit të tyre, po ashtu edhe politikanëve të caktuar, po më kujtohet në atë kohë kur diskutoi për bulevardin e Tiranës, ka që një prej përfaqësuesve të banorëve përballë drejtorit tuaj, Gens Kojdelit, drejtorit projekteve në Bashkinë e Tiranës, edhe pati hedhur propozimin që pse jo për ne të mos ndërtohet një pallat dhe të futemi të gjithë ne që do të mbetemi pa shtëpi, dhe ky pallat të ndërtohet pikërisht përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit. Pse nuk u morë në konsiderat një propozim i tillë, zoti Velia? Sepse s'pari këtë propozim nuk mund ta bëj dikush që s'është pronar i tokës. Pra, toka të ngjitur këtu e kanë një pronar. Dhe pronari thotë, si do ndërtoni në tokën time? Nëse ata me atë pronar vinë dhe bëjnë një propozim, është tjetër gjë. Por ne nuk mund t'i japim një pronari legjitim, një shuplak të tillë, duke i thënë ne po jo vetëm që s'të japim të vlerësosh, por ne të shtëpia jote do ndërtojmë tani me forcën e shtetit diçka për ata që kishin ndërtuar pa leje ke gjurma bulevardit. Pra një logjikë e tillë s'ka asnjë bazë ligjore. Nëse ata gjejnë dakordsi, kjo është më se normal. Dhe vinë bëjnë një propozim të tillë. Po tani është vonë, kam përshtypjen. Ta kam fjalën që është shumë e rëndësishme në të gjitha këto biseda që ne bëjmë, që të kuptojmë që nuk mund t'i bijem do të shtetit me vesh. Pra nuk është një instrument, nuk është piano, nuk është kitarë. Duhet t'i bijem me rregulla. Pra, dikush ndërtoi pa leje, po merr parat për këtë, edhe pse nuk duhet i marrë. Tashi, mbi këtë thotë, te toka një tjetri, që s'bie dakord fare, hajtë t'ja zaptojmë atij tani kësaj herë jo vetë, po t'ja zaptojmë me shtetin, dhe këtë ta bëjmë pallat për veten tonë. Nëse bien dakord dy privat, patjetër, po nuk është parë kjo që shteti shkon dhe zapton një privati për ndërtuar për një privat tjetër. Ndërkohë që ai me ato para që kanë marrë, mund ta bëjnë këtë investim. Janë banorët e shpronsuar, kanë marrë parat në dienin tuaj? Ka një skedul se si bëhen pagesat, në varësi se kush ka sjell dokumentat. Ka shumë njerëz që pasi thonë nuk i kemi marrë parat, e verifikojmë dhe na rezulton që s'kan sjell dokumentat. Pra, në një shtëpi ka pasur 3-4 kurora. Ne nuk mund të japim vetëm një kurore, se kur i verifikojmë më dalin që njerëzit thonë vetëm gjysmën e të vërtetës, këta që bërtasin më shumë dhe që ankojnë. Dhe ne nuk mund të japim, nëse shpronësimi ka qenë 100 milion lek, mund të japim Olës, nëse Ola ka dhe i motor dhe i vlla, atëherë kjo do ndahet në mënyrë proporcionale në të 3 kurorat e asaj shtëpie, për këto janë ligjet e shpronësimit. Ka disa njerëz që bëjnë sikur se kanë dëgjuar këtë, se thonë jo e kam jashtë, jo, dakor, merr një akt notarial i cili vërteton. Pra, në pjesën më të madhe pagesat janë bërë ose pjesa më e madhe është bërë. Në ato që s'janë bërë, sa herë që kanë verifikuar, ka një anomali tillë. Po të ketë raste të tjera, më jepni do t'i verifikoj. Por zakonisht më rezulton që nuk paraqesin letrat e të gjithë kurorave që meritojnë të kenë një copë të këtij shpronësimi. Fjala vjen, babai e ka ndërtuar në vitin 90, nuk jeton më. Tani ajo shtëpi i përket 3 vëllezërve. 2 mund të jenë këtu, një në Greqi, po duhet dhe ai i Greqisë. Pra, janë ligjet e shtetit që të kërkojnë që në bazë certifikatës familjare, proporcionalisht paratë të ndahen. Kështu që për sa kohë që sillin gjitha letrat, nuk mungojnë. Disa prej banorëve që protestuan në atë kohë, dhe këtu e mbyll me çështjen e banorëve dhe pakënaqësive, më kanë pohuar pa dashur të publikohet emri i tyre
me frikën se mund të ndodhë sërish, më kanë pohuar se janë larguar nga puna pas protestave të shumta dhe daljes në publik edhe ankesave të artikuluara në publik. Keni djeni? Sërish, unë dëgjoj në një ditë 1000 thashë theme. Nëse më jepi rast konkret, e verifikoj me njëherë dhe sigurojmë që t'jap përgjigje. Ajo që besoj është që në pjesën më të madhe nuk më kanë qëndruar. Nuk di unë të kem larguar njëherë punës, as merre me gjë. Kam më shumë punë për të bërë sa të merrem me gjëra të tilla. Kështu që ajo që i sfidoj njerëzit është më japin një rast konkret, edhe sigurisht që do ta verifikoj siç bëj gjithmonë, dhe në 99.99% të rasteve kam zbuluar që kanë qenë spekulime. Kështu që sfida ime është të ma japin, ta verifikoj edhe do t'i bie nga mbrapa. Bulevardi i Tiranës kur do të përurohet, zoti Veliaj? Jemi gati, besoj, për punë 3-4 javësh. Brenda qershorit? Patjetër brenda qershorit, por jemi sot në një fazë ku ne do jemi gati të hapim gjysmën e bulevardit, pra njerëzit do mund të shohin gjurmën, le themi është dhe gjysma që përdoret, ose pjesa ke Bregu Lumit është një gjë që do zhvillohet në afatgjat. Do të hapim parkingun në Toksor, pra sheshi atje në fund është i gjithë një parking i madh nën tokë. Sheshi është një shesh ceremonial, aty ka pas qenë stacioni të cilin nuk mund ta shohim dot, për shkak të punimeve. Do shohim, po janë njerëzit duke punuar akoma. Fillimisht do të shohim. Okej, dalim këtej. Fillimisht do të shohim pak parkingun në Toksor. Po. Pra edhe këtu ka një parkim të madh në Toksor. Sa do t'i rritet vlera kësaj zone tani? Kjo si pazari i ri, një projekt që prapë patëm fatin ta eksplorojmë bashkë. Këtu fiq nuk ka, apo jo? Mirë, jo këtu jo, sepse këtu ka komplet tjetër. Këtu ka zambak, ka do ketë tulipan, pra do t'jenë kopshte kryesisht për shëtitje, një zonë fantastike për të bërë vrap. Si që shikoni, i është kushtuar shumë rëndësi gjelbrimi. Në Shqipëri kemi pas një traditë që i bënin projektet, futja me asfalt me beton, pa u kujdesur. Këto që shkojnë që janë të mbështjellë janë ndriçues, janë disa ndriçues fantastik me një dritë të bardhë. Këtu drita është kryesisht LED i bardhë i fokusuar për këmbësorët dhe për gjithë këto hapësirat pedonale, ndërkohë që pjesa e rrugës është le themi një LED me fuqi më të madhe, LED i verdh i fokusuar kryesisht te ndriçimi rrugor. Pra le themi ka një kontrast edhe mes ndriçimeve, ku kjo është pjesa më zen, më e qetë, edhe më e ëmbël e këtij projekti. Si që shkon dhe këtu jam rikthyer zojshte dhe ka filluar jeta. Ashtu si kemi park e liqeni pas gjithë ndërhyrjeve, kur kthehet gjëja e gjallë, kupton që mund të jetohet. Dhe janë le themi indikacionet e para që diçka është bërë mirë, ku kthehen dhe gjallësat e tjera dhe shkojnë si një vend që nuk mbizotron zhurma e dhuna, po paqja, qetësia dhe një lloj hapësire moderne publike. Si që shikon, i gjithë perimetri është përshkruar nga disa kopshte të tilla. Do të vendosen akoma se sistemuar shumë për hapësirave të stolave, për ndriçimit që vjen dhe nga poshtë, përveç ndriçimit që vjen nga lart. Ky do të jetë modeli i stolave, apo jo? Do të jenë disa modeli, kjo ende duhet vishet me plak, është e papërfunduar, por në fund fare rruga sot në të gjithë filozofinë moderne të urbanistikës nuk shihet vetëm si një hapësirë për të shkuar nga pika A në pikën B, por dhe si një hapësirë ku njeriu qëndron, kalon kohë. Pra, nuk është vetëm tranzit që ti se ke mendjen, por është një eksperiencë. Ajo që ne kemi munduar të bëjmë këtë bulevard të ri dhe me ndryshimet që kemi për projektit është të krijojmë një eksperiencë të re. Përveç këtyre lulishteve që janë në dy anët e bulevardit, në pjesën aty ku filluam, po në xhepin e majt, nga ky drejtim, aty do të jetë ai që quhet parku qendror, që ishte një devijim nga projekti, ndoshta ke pak alergji nga poleni. Po, ndoshta nuk e di. Isha gati të dështia, po nuk më erdhi, më gënjeu. Është një ndryshim i projektit fillestar, sepse ne duam që jo gjithë pjesa të bëhet me zhvillim, por ne duam që zemra e bulevardit, pra pjesa në mes, të jetë një park i madh qendror, i ngjashëm me parkun Rinia, por ndoshta 6 herë më i madh si sipërfaqe. Dhe duke pasur një park qendror, sigurisht që jep vlerë, ashtu siç kemi parë edhe në Londër, edhe në New York, edhe në Paris, ku parqet urbane në zemër të qytetit i japin edhe më shumë vlerë qytetit se sa po të bëjë gjitha me pallate. Ai është plani për atje, po është faza e dytë. Faza e dytë, këto do ju pyesja pra kur të përurohet, do të përurohet vetëm gjysma e bulevardit. Ne do të hapim bulevardin deri le themi në pjesën e përdorshme, në cilën do ju mundsoj makinave të vinë nga i stacioni treni, pra nga bulevardi Zogu i parë, të vinë nga sheshi ceremonial, kalojnë dhe kthehen pastaj për të futur në parkingun në Toksor. Pra ai do të jetë funksional. Parkimi do të hapet bashkë me sheshin, pra njerëzit do të kenë mundësi të aksesojnë parkimin bashkë me sheshin. Faza e dytë e punimeve pastaj do zgjas po kaq sa e para?
Besoj do ecim më shpejt, sepse tek pjesa e dytë e bulevardit, ne kemi bërë tash më shumicën e ndërhyrjeve nën toksore. Kështu që ne do të vazhdojmë më shumë me ndërhyrjet sipërfaqësore. Unë mbarë, shëndet. Jeni. Ky ka sipërfaqe më të madhe si parkim nën toksor sa ishte Skënderbej? Është i ngjashëm. Pra aty jemi 358 vende, këtu jemi 308 vende. Pra këtu kemi disa vende më pak, edhe hapësira është më kompakte. Këtu i kemi 2 kate të plota, aty duke qenë se sheshi ishte i madh, kemi një kate gjysmë. Se duke qenë se sheshi vjen me pendencë, na ka mundësuar që të bëjmë një katë të dytë, kurse këtu çdo gjë është në e njëtrajtshme, si sipërfaqe, dhe jemi me 2 kate. Po kemi ecur goxha më shpejt me parkingun këtu, kështu që besoj mbi zotrokan dhe ngjyrat. Për punë javësh. Edhe atje do lyhet me ngjyra për të koduar, po kemi qenë në një fazë pak më fillestare aty, kurse këtu parkingu ka mbaruar pak më herët. Okej, vazhdojmë dhe hymë në brendësi të... Ky është kati i parë i parkingut, siç e shikon, për lehtësi dhe të ku kanë parkuar njerëzit. Ka dhe një kod ngjyrash, kemi pjesa e verdhë dhe pjesa e shile. Edhe këtu siç e shikon janë të gjitha pajisjet e sigurisë për rënien e zjarrit edhe për janë gjithë fibrat dhe gjithë pulët e komandimit të sheshit. Është një shesh i cili ka këtu edhe panelet e ndriçimit, ka të gjitha pultet e kontrollit. Ne kemi mundësi që nëpërmjet tuneleve nën tokë, nëse do shtrojmë kabuj të rinj apo ofrojmë shërbime të tjera, tubacione, tunelet janë sa një bojë njeriu, pra ti ecën përmes tunelit teknik. Kështu që pjesa e parkingut, përveç se është një hapësirë për 305-306 makina, është gjithashtu dhe një hapësirë, le themi, truri i kontrollit të gjithë këtij operacioni. Hyet me makina këtu, ndërkohë këmbësorët ku dalin? Hyet me makinë, ka disa dalje, do të ketë një ashensor në një krah, do të ketë një ashensor në krahun tjetër. Dilet me ashensor? Po. Me ashensor duhet qenë se është me 2 nivele dhe ka thellësi, krahasuar, mund të përdorësh dhe shkallën në emergjencë. Po me ashensor nuk është më thjeshtë. Ashensori na nxjerr në shesh sipër. Pra mund dalësh në shesh sipër dhe pastaj të vazhdosh o në bulevard ose ke zona e stacionit trenit, të maternitetit, të fakultetet, për gjithë institucionet që kanë shërbime aty. Edhe besoj që të çliron edhe një tjetër nyje të Tiranës. Është funksional ashensori? Parkingut. Nuk besoj që është instaluar akoma. Kemi ne 2-3 javë punë përpara se të bëhet. Tani do përdorim shkallët, apo jo? Përdorim shkallë për lehtësi, me që ashensori akoma s'është instaluar, punë ditësh. Edhe këtu kemi mbjellë pemë. Ja, kjo është në ashensori, do? Është porositur, edhe besoj që punë ditësh instalojmë. Faleminderit. Dhe këtu dalin, le themi, ke sheshi që njëhet si zona e stacionit të trenit. Ne kemi edhe një hapësirë të dedikuar në qendër, pra nëse ne do të vendosim një shinë të atij që quhet treni let, e kemi gjithmonë opsionin ta bëjmë mes përmes 2 kursive. E keni në plan? Interesant kjo. Është diçka që lidhet me planet e Ministrisë së Transportit, duke qenë se kurullat menaxhohen nga Ministria e Transportit. Po jam bisedime me ministrin, po shkojmë disa opsione. Procesi Berlinit ka hapur disa drita jeshile fillimisht për bërë një fizibilitet, sa do e përdorin njerëzit trenin, duke qenë se sot një pjesë e madhe e popullsisë ka makina, autobusat kanë një frekuencë, por duhet parë fizibiliteti. Ne na intereson kryesisht për zonën e Rinasit, pra zona Tiranë-Port, Tiranë-Aeroport, pra Durrësi dhe Rinasi, le të themi do ishte baza një transporti kurrëdor të lehtë për Tiranën. Kështu që hapësirën e kemi ruajtur, megjithatë kemi vazhduar të ecim përpara me projektin, derisa edhe nga qeveria qendrore të ketë një vizion të qartë se çfarë do bëhet me tren. Siç e shikon këtu kemi fituar një pjacë të jashtëzakonshme. E cila do shfrytëzohet? E cila do të jetë... Kjo do jetë pedonale apo jo? E cila do të jetë deri në këtë buzë pedonale. Dhe pastaj makinat që shkojnë dhe vazhdojnë do të kalojnë në një shesh pllake, siç është me shesh pllake bulevardi Dëshmorët e Kombit. Pra, korsitë e makinave do të jenë këtu në mes, këtu sigurisht do të ketë bordurë, sinjalistik, këtu do të ketë semafor, kryqëzim nga njëra ankë tjetra, por pjesa e makinave do të jetë kryesisht në këtë fazë vetëm për deri në gjysmë të bulevardit që do të hapet dhe për të hyrë për dal nga parkingu. Pra, vjen nga bulevardi Zogu i parë dhe merr kthesën për të futur në parking. Del nga parkingu, kthehesh pranë bulevardit Zogun e parë dhe vazhdon pjesën tjetër të
të Tiranës. Po pse nuk prisni që të përfundojnë punimet edhe për pjesën e dytë edhe ta përuroni në total gjithë bulevardin, apo? Spari, sepse... Është merakuj zgjedhjeve. Spari jo nuk është fare, jo. Më vjen keq që e thua këtë, se më ke parë se si kam punuar këto 2 vjet çdo ditë sikur zgjedhjet ishin nesër, kështu që nuk ka të bëjë me atë. Ka të bëjë me faktin që ne nuk mund të bëjmë të bllokuar një projekt për sa kohë që kjo pjesë ka mbaruar dhe mund të aksesohet. Nëse ne nuk do e hapim, praktikisht kemi bërë një parking për 306 makina që sa aksesojmë dot. Pra minimalisht duhet ta hapim që të fillojë të përdoret parkingu dhe të ikë një pjesë e trafikut. Pra jemi të destinuar ta hapim për eficiencë. Kë keni më për zemër, më thoni sinqerisht, bulevardin e Tiranës apo sheshin Skënderbej? Janë gjitha projekte unike. Ne kemi një grup veçantë bashki, që unë ndjek çdo javë, që merret me çdo detaj të bulevardit, me çdo detaj të sheshit, me çdo detaj deri diet Pazarit të Ri, me gjithë detajet e stadiumit, kështu që unë ndjek personalisht gjitha projektet dhe nuk janë të ndryshme, është të krahasuar me portokalle. Po se di, deri març kisha Pazarin e Ri. Tani që Pazari i Ri po ka një jetë vetën, është ja i fëmija që ka marrë jetën e vetë të pavarur, janë fokusuar më shumë ke sheshi. Po jam i bindur që me mbaruar sheshi, fokus më madh da kemi të bulevardi që të vazhdojmë dhe me pjesën fundore. A do të ketë këtu kafene? Dhe pastaj me mbaruar bulevardin ne do vazhdojmë me stadiume. Do të ketë kafene rreth e përqark këtu, zoti Velia, çfarë do të ketë tjetër në bulevardin e Tiranës? Pikat private që janë rreth e qark, e kanë të gjithë mundësinë që të ofrojmë shërbime. Sigurisht vizioni im për Tiranën nuk është Tirana e pafund kafeneve, ndaj shumica e... Po, në një hapësirë sa ç'është bulevardi i Tiranës, kam përshtypjen që do duhet një vend ku dikush të ulet të pi një gotu, ajo që po të them është hoteli aty, apo katet e pare të këtyre pallateve që mund të ofrojnë pika shërbime, kanë të drejta bëjnë. Ajo që unë jam duke thënë është nuk e shoh rolin e bashkisë të kontribuojnë më shumë kafene, se këtë fare mirë mund ta bëjnë privatët rreth rrotullit. Po siç e shikon, bulevardi vjen deri në një nivel dhe pastaj të gjithë shtëpitë e ulta do duhet marrin vendime pronarët mbi si do t'i zhvillojnë. Disa kanë bërë propozime për hotele, disa për zyra bankash, kompani sigurimi, zyra të tjera kompanije IT-e. Pra në pjesë madhe do të jetë një hapësirë e dedikuar punësimit dhe ndërtesave cilësore. Pra, jo vetëm kafe, bare, qofte, se ne kemi një hapësirë tjetër për pazarin. Kjo nuk është një hapësirë si pazar, është kryesisht një hapësirë komerciale dhe hapësirë biznesi. Kjo nuk do të funksionojë në mbrëmje, siç funksionon pazari. Këtë që her pas here ne do të kemi aktivitete, por në thelb është një hapësirë e një natyre komplet tjetër. Nuk është një hapësirë argëtuese, dhe pse pjesët e lulishteve dhe pjesët e gjelbërta janë me bollok, kështu që për banorët e zonës patjetër që është ky funksion. Por e themi nuk është ky sheshi i panajireve apo sheshi i koncerteve, atë bën sheshi Skënderbej. Sheshi i tregtisë, i gjërave tradicionale është Pazari i Ri. Pra, edhe qyteti po merr forma të ndryshme, edhe natyra të ndryshme në pjesë ndryshme të tij për të mos bërë të njëjtën gjë kudo. E kuptoj. Ndërkohë stacioni i trenit që ishte këtu dikur, ku është vendosur të Spari kur ne erdhëm këtu, stacioni i trenit tashmë është vendosur në Kashar. Pra këtu kishte vetëm një godin të rënuar që dhe ajo ishte zaptuar me ndarje pa leje gjëra të kësaj natyre. Ndërkohë që binarët ishin hequr para 6-7 vjetësh. Pra, kur erdhëm ne këtu s'kishte as tren, as binar, as gjë. Pra, nuk kemi heq gjë stacionet e trenit. Është hequr kohën e Berishës, ka shkuar në Kashar. Por, me qeverinë e re, siç thash, jemi duke diskutuar sjelljen e një stacioni qyteti. Pra, jo një stacioni mallrash me magazina, me vagona, me shina, me binar që rrini parkuar këtu, por vetëm një stacioni qyteti që vjen, merr pasagjerë, i çon në Rinas ose në Durrës, dhe ne kemi hapësirën bulevard për ta këtu. Në këtë bulevard do të vendosen. Eventualisht në momentin që gjejmë le të themi skemën më të mirë financiare për kushtet që ka Shqipëria. Po bulevardi besoj që në 100 vitet e ardhshme kjo do të jetë një zonë që duhet fotografuar tani, se nuk do jetë më njësoj teksa kalojnë vitet, ashtu si bulevardi i vjetër s'është më njësoj sot. Faleminderit shumë që ishit në Njerëz në Fokus sërish. Faleminderit që treguat përmes emisionit ton gjithçka nga këto dy sheshe, pra sheshi Skënderbej dhe bulevardi i Tiranës. Është një kënaqësi edhe të mirë pres ditët që do hapen. Na eci mirë me pazarin e ri, kështu shpresoj ke këmbën e mbarë. Faleminderit. Gjithë mirë, sukses.
Ky ishte emisioni Njerëz në Fokus për këtë të hënë, bashkë me kryetarin e bashkisë, me zotin Erion Veliaj, rrugtuam dhe ju treguam sheshin Skënderbej dhe një pjesë të mirë të bulevardit të Tiranës. Ky i fundit, gjysma e tij do të përurohet në fund të muajit qershor. Ju falenderoj shumë që qëndruat në shoqërinë tonë, në këtu ndahemi së bashku për të ritakuar në një sezon tjetër, për shkak se të hënën që vjen, nis fushata zgjedhore zyrtarisht dhe unë do t'i lë stafetën kolegëve të mi që trajtojnë përmes emisioneve të tyre zhvillimet politike në vend. Bashkë do të takohemi sërish në një kohë shumë të afërt. Mirupafshim. Ju kujtoj se ky emision ritransmetohet sot pas edicionit fundit lajmeve, nesër rreth orës 14:30 minuta dhe ndërkohë gjeni një ditë më pas edhe në faqen e emisionit Njerëz në Fokus. Ndërkohë ne ju kujtoj kemi qenë për gjatë gjithë kohës live përmes Balkan Web, por jo vetëm, edhe kryebashkiaku Erion Veliaj kishte mundësuar transmetimin live të emisionit të kësaj mbrëmje, në mënyrë që ai të mund shihej nga i gjithë opinioni publik, sepse u zbuluan për herë të parë me detaje sheshi Skënderbej dhe një pjesë e mirë e bulevardit të Tiranës, sepse në atë pjesën tjetër ende po punohet. Ju falenderoj që qëndruat edhe njerë me Njerëz në Fokus. Natën e mirë.